Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ju ka ofruar njerëzve llogaria e tyre e veprave të tyre, e ata janë të pakujdesshëm e janë shmangur. Gjithnjë më shumë po ofrohet njerëzve dita e llogarisë, por ata nuk i kushtojnë vëmendje dhe i shmangen. Vërtet, me disa njerëz është për tu habitur. Atyre nuk u bën dobi asnjë lloj paralajmërimi. Ata nuk duan t'i ja dinë për asnjë lloj kërcënuesi e paralajmëruesi, ndërkohë që llogaria e tyre po afron. Shumë shpejt ata do të marrin atë që meritojnë për veprat e mira ose te këqija që kanë bërë, megjithatë, ata vazhdojnë të jenë të painteresuar ndaj qëllimit për hir të cilit u krijuan. Nuk duan t'i ja dinë nga kërcënimet e qortimet, a thua se janë krijuar vetëm për këtë jetë dhe vetëm për dëfrime. Allahu i madhruar vazhdimisht i përsëri qortimet dhe paralajmërimet për ta, kurse ata vazhdojnë të zhyten thellë me thellë në hutimin dhe dëfrimet e tyre. Atyre nuk u erdhin nga Zoti i tyre kur fal paralajmërimi i ri, e që ata të mos e përgjojnë atë, duke u tallur me të. Sa herë që u rjendon një këshill e re nga Zoti i tyre, ata e dëgjojnë atë si metalje. Përmes shpalljeve e paralajmëruese, Zoti u kujton dhe u mëson krijesave gjërat që u sjellin dobi, duke nxitur për t'i kryer ato, me shpërblimet e shumta që u premton. Ai mëson që të ruhen nga çdo gjë që i dëmton dhe i paralajmëron që të largohen prej tyre. Por ata i dëgjojnë këto mësime dhe me pas e shpërfillin ato. Njerëzit harrojnë se nuk do të kenë me asnjë justifikim para Zotit për mohimin e tyre. Ashtu vazhdojnë të përhumben, duke luajtur e dëfryer me kënaqësi tek kësaj bote. E zemrat e tyre janë të hutuara. Ata që kanë bërë zullum, ti nxjesh flasin, a mos ky është diçka tjetër, përpos njeri si ju? Valla do të shkoni ju pas magjive, e ju po i shikoni me sytë tuaj ata. Zemrat e tyre kanë devijuar nga e vërteta. Zemrat e tyre janë tërësisht e përkushtuara pas plotësimit të kënaqësive të kësaj jete. Ata harrohen në dëfrime dhe epshe, në punë të kota dhe fjalë të ulëta. Prej tyre kërkohet tërësisht e kundërta. Ata duhet të jenë të përkushtuar me zemrën në çështjen e adhurimit të Zotit. Ata duhet të dëgjojnë shpalljen e Zotit me vëmendje dhe me dëshirën për të kuptuar mesazhet e saj. Me trupin e tyre, ata duhet të nxitojnë të nështrohen dhe të adhurojnë Zotin e tyre, sepse për këtë gjë janë krijuar. Ata janë krijuar që të adhurojnë Zotin si një të vetëm, me mënyrën që ai u tregon në shpallje përmes profetëve dhe janë porositur që gjithmonë ta kujtojnë ditën e Kiametit, ditën kur do të bëhet llogaria e veprave të tyre dhe shpërblimi me drejtësi. Në këtë mënyrë do të rregullohet gjendja të të përmirësohen veprat. Për ajetin, njerëzve u është ofruar koha e llogarisë së tyre janë dhe dy shpjegime. Sipas shpjegimit të parë, ummeti ynë është i fundit dhe Muhamedi asë është profeti i fundit. Në këtë ummet do të ndodhë Kiameti. Pra, kuptimi është ky, është ofruar shumë koha e ndodhisë së Kiametit në krahasim me popujt të shkuar. Profeti Asë ka thënë, unë dhe Kiameti jemi renditur si këta dy gishta, duke treguar gishtin tregues dhe tjetrin pas tij. Sipas shpjegimit të dytë, qëllimi me afrimin e llogarisë është vdekja. Kush vdes, në fakt, i ka filluar Kiameti. Ai tashmë ka hyrë në jetën e llogarisë dhe të shpërblimit. Dhe është vërtet për tu habitur me njerëzit që po afrohet vdekja, ndërsa ata vazhdojnë të jenë shpërfillës ndaj saj. Kjo është gjendja e të gjithë njerëzve, përveç atyre që Zoti ka futur në kujdesin e tij të veçantë, të cilët përgatiten për ruhen e gjatë pas vdekjes. Keqpërësit duke biseduar fshetas, thonë, a mos është ky? Muhamedi më shumë se njeri, siç jeni edhe ju? Në këto ajete, Allahu i madhruar na tregon bisedat të fshehta që bënin mohuesit mes njeri tjetrit. Ata, të mbushur me inat e padrejtësi, thoshin lloj shpifjesh për të mohuar profetin Asë. Kështu, ata thanë se Muhamedi ishte thjesht një njeri, një lloj si të tjerët. Atëherë, pse ta dëgjonin dhe t'i bindeshin? Piçuditse ai, sipas tyre, nuk ishte asgjë të veçantë. Ai thjesht donte që të shuhej më shumë dhe të ditë udhëheqës, prandaj njerëzit nuk duhej ta besonin. Ata thoshin se ishte magjistar dhe se Kurani ishte një magji, prandaj nuk duhej t'i afroheshe fare, për t'i rrije sa më larg. Ata thoshin gjithashtu, a do të shkoni te magjia e tij me sy hapur? Mendoni pak. Ata i thoshin këto fjalë, edhe pse e dinin shumë mirë se ai ishte profeti i Allahut dhe prej tij pa shenja mrekullie të shumta, madje më shumë se prej çdo profeti tjetër. Ata e refuzuan dhe e mohuan, sepse ishin arrogant, kryniq, inaqore të padrejtë. Allahu i di të gjitha bisedat e tyre të fshehta dhe do t'i shpërblejë ashtu siç e meritojnë. Pejgamberi tha, Zoti im di se ç'është flitet, qoftë në qiell, qoftë në tokë, ai, të gjitha i dëgjon dhe i di. Ai Muhamedi tha, Zoti im di për çdo fjalë që thuhet në qiell e në tokë. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Ai di ato që janë të fshehta dhe ato që thuhen aptas, di të gjitha fjalët që thuhen apo thuhen në qiell dhe në tokë dhe në çdo hapësirë mes tyre. Allahu dëgjon të gjitha zërat me të gjitha gjuhët e ndryshme, me të gjitha nevojat e shumta. Ai di se çfarë fshihet brenda kraharorit.
Ata madje thonë, këto janë vetëm ëndrat e turbulta, jo, ai e ka trilluar atë Kuranin, jo, ai është poet. Le të na sjellë ai neve një argument, ashtu si i kanë sjellë pejgamberët e parë. Ata thonë për të, Kuranin janë ëndrat e përzjera. Gjithashtu thonë, ai e ka trilluar vetet, madje ai është poet. Allahu i madhruar na tregon shpifjet e mohuesve kundër profetit A.S. dhe shpaljes që ai solli. Ata e quanin të çmendur dhe lloj epitetesh të ndryshme. Fillimisht thoshin që ai flet ëndrat e përzjera, pra, flet për qartë, ashtu si një përgjumur, që nuk e di se çfarë thot. Gjithashtu, ata thoshin se ai kishte shpikur vetë të gjitha ato që pretendonte se ja kishte shpallur Zoti. Përveç kësaj, thoshin se ai ishte poet dhe fjalët e tij ishin thjesht poezi ose krijimtari njerëzore. Megjithatë, çdo kush e ka sado pak njohuri për realitetin kur jetoi profeti dhe rreth jetës së tij, dhe vështron me kujdes shpaljen madhështore që ai solli prej Zotit, krijon një bindje të plotë se ky Kuan është i jashtëzakonshëm. Asnjë krijesë nuk mund të sjellë një fjalë të tillë, madje asnjë pjesë të vogël të ngjashme me të. Allahu i madhruar i ftoi të gjithë armiqtë që këtij libri në këtë sfidë të hapur, me gjithë kushtet dhe urrëtien e mjaftueshme që ata kishin. Por ata nuk mundën të përgjigjen kur kësaj sfide dhe ata e din mirë këtë gjë. Ata tregohen të pafuqishëm dhe me mec përkundër së vërtetës, se cilës asgjë nuk mund t'i bëj ballë dhe ta pengoj. Ajo që u mbetet është që thjesht të thonë këto fjalë dhe të mundohen që të pengojnë e të largojnë njerëzit prej së vërtetës. Ata thjesht mund të shpifen e tryllojnë gënjeshtra e tua shesin atyre njerëzve që nuk dinë gjë për Kuranin e profetin. Kurani është mrekullia më e madhe që do të vazhdojë deri në Kiamet, dhe kjo gjë tregon se Muhamedi është profeti i Allahut dhe mesazhi që solli është e vërteta e sigurt. Kurani është mëse i mjaftueshëm për çdo që kërkon rrugën e drejtë. Çdo kush që kërkon mrekullitë e tjera sipas Oreksit është ignorant dhe u përngjan atyre arrogantëve e inatçor që i refuzonin profetët dhe u propozonin atyre mrekulli sipas çefit të tyre. Kërkimi i mrekullive të veçanta nuk sjell asnjë dobi, madje do të ishte gjëja më e dëmshme për ta. Nëse qëllimi i tyre do të ishte njohja e së vërtetës, atëherë për këtë është mëse i mjaftueshëm ky Kurani, pa qenë nevoja të kërkosh shenja të tjera. Por nëse qëllimi i tyre është që thjesht ta tregojnë profetin si të paft për të sjellë shenja e mrekulli dhe si justifikim për mosbesimin e tyre, atëherë edhe sikur t'u vinin shenjat që kërkojnë, ata përsëri nuk do të besojnë, siç thot Allahu, ata të cilët e meritojnë mendimin e Zotit tënd, ata nuk do të besojnë, edhe sikur t'u vinte çdo shenjë, derisa ta shohin vetë dënimin e rënd. Ndërsa këtu ata thonë, le të na sjellë ndonjë mrekulli, ashtu si sollën të mëpashmit. Siç e deveja e Saliut ose shkopi i Musait. Por Allahu na tregon se shumë nga popujt që shkuan nuk besuan edhe pasi u sollën mrekullitë e kërkuara. Nuk ka besuar asnjë vendbanim para tyre, të cilët ne i kemi shkatëruar duke kërkuar si këta argumente, e vallë do të besojnë këta. Banorët e mëhershëm të qyteteve nuk besuan, prandaj ne i shkatëruam ata. Vallë do të besojnë këta. Mosbesimi i tyre në ato mrekulli që kërkuan solli ndëshkimin dhe shfarosin e menjëhershme të tyre. Ky është rregulli i pandryshueshëm i Zotit. Kështu, popujt e shkuar nuk besuan. Amos, vallë, do të besojnë këta të sotmit. Pi çuditse se pse këta të sotmit që kanë më të mirë se ata të mëpashmit. Pi çuditse se kjo është një pyetje që tregon se ishte e pamundur që ata të besonin. Edhe para te kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi shpallur ashtu si ty, andaj, pyetni njerëzit e dishëm, nëse nuk dini ju. Kundërshtuesit e profetit ndjenin lloj-lloj arsyesh për mosbesimin e tyre. Herë thoshin, pse nuk ka dërgon Zoti melek si profete, që të mos kishin nevojë të ushqeshin ose të dilnin në pazar. Pse nuk ka dërgon ndonjë të padekshëm? Atëherë, Muhamedi nuk është profet, sepse nuk është ashtu si e kërkojmë ne. Këto fjalë për profetët janë të ngjashme gjatë gjithë historisë së popujve mohues. Të ngjashme janë fjalët e tyre, sepse të ngjashme ishin dhe zemrat e tyre, të mbushura me mohen. Kështu, Allahu i madhruar u drejtohet mohuesve të Muhamedit, të cilët pretendonin se besojnë profetët para tij, dhe u thot, ne edhe para te dërguam veç se burra, të cilëve u dhom shpalje. Mjafton të përmendim vetëm Ibrahimin Ase, profecinë të cilët e pranojnë të gjithë. Madje, edhe shumë grupe idhujtarësh pretendojnë se ai ishte i fesë së tyre. Si përfundim, të gjithë profetët para Muhamedit Ase, pa përjashtim, kanë qenë prej njerëzve që hanin ushqim dhe ecnin në përtregje. Edhe ata prekeshin nga ato gjërat që prekin të gjithë njerëzit, si sëmundja, vdekja e tij. Allahu i dërgoi ata në popujt e tyre, ku disa i besuan dhe disa i mohuan. Dihet mirë se Allahu i madhruar i shpëtoi ata dhe pasuesit e tyre dhe e mbajti premtimin e tij. Ata arritën mirësitë dhe lumturinë të dyja jetët, ndërsa mohuesit i kapi shkatërimi dhe ndëshkimi. Duke qenë se të gjithë profetët ishin një lloj, përse kërkoni që Muhamedi të jetë ndryshe dhe nxjini lloj-lloj dyshimesh e pretendimesh të kota.
përse i pranoni profetët e shkuar, të cilët ishin të gjithë prej njerëzve, dhe e mohoni këtë profet. Pikë çuditse se ky lloj pretendimi është i pavlerë, madje edhe vetë ata pranojnë se është i tillë. Por edhe sikur të pretendojnë se profeti duhet të jetë melek dhe i padekshëm, duke mohuar kështu edhe të gjithë profetët e tjerë, Allahu i Madhëruar u jep këtë përgjigje: nëse ne do të zbrisnim një meleke, çështja do të merrte fund dhe atyre nuk do t'u jepej afa. Sikur ata bënin melek, përsëri do ta sinin te ju në formë njeriu, e kështu do t'u angatëronim atyre atë që ata janë ngatëruan vetes e vet. E 9. Njerëzit nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm që të marrin shpaljen nga melekët. Zoti thot, njerëzit nuk i pengoi asgjë që të besojnë. Kur u erdhi shpalja, por ata thoshin, a thua Allahu e dërgoi njeriu si profet. Pi çuditse thuaj, sikur të kishte në tokë melek që ecin njerëzit, ne do t'u çonim atyre nga qielli melekët si profet. Thuaj, mjafton Allahu si dëshmitar mes nesh, ai di dhe sheh gjithçka për robëritë e vet. Isra 94-96. Sidoqoftë, në të dyja rastet ata e kanë përgjigjen nga Allahu i Madhëruar. Nëse jeni në dyshim dhe nuk jeni dituri për profetët e shkuar, atëherë pyesni njerëzit e ditur. Pra, pyesni dietarët e librave të shkuar, Teuratit dhe Ungjillit. Edhe ata do t'ju thonë se të gjithë profetët kanë qenë prej njerëzve. Ky ajet, edhe pse na nxit për të pyetur njerëzit e diturisë për këtë çështje të veçantë fetare, është në përfshirës së kaq, sepse na udhëzon që jo vetëm për çështjet fetare, por për çdo çështje të pyesim ata që kanë dituri. Nëse njeriu nuk e di një çështje të caktuar, le të pyes ata që e din atë. Ky ajet është nxitje për të mësuar dhe për të kërkuar diturinë, duke pyetur dhe mësuar nga njerëzit e diturisë. Megjithatë, duke e kuptuar me thellë ajetin, mund të themi se ai urdhëron edhe njerëzit e dijes që ta përhapin diturinë dhe t'u përgjigjen kërkesave të njerëzve për fenë e Zotit. Në të kundërt, Allahu nuk do të na urdhëronte për të pyetur dietarët nëse ata nuk do të kishin detyrë të përgjigjeshin dhe ta përhapnin diturinë. Duke qenë se Allahu na ka urdhëruar të pyesim vetë dietarët, kjo tregon se është ndaluar të pyesim jo kompetentët. Nga kjo kuptohet se edhe të paditurit e kanë të ndaluar të flasin për diçka që nuk kanë dije. Nëse e bëjnë, atëherë kanë bërë një krim të madh, kanë folur në fenë e Zotit për diçka që nuk e dinë. Ky ajet është pro, gjithashtu, se nuk është dërguar asnjëherë grua si profete, as Meriem e askush tjetër, sepse Allahu i Madhëruar tha, ne edhe para te e dërguam veç se burra, të cilëve u dhom shpalje. Dhe ne nuk i kemi bërë ata pejgamberë trupa që nuk kanë gjellëra, as ata nuk kanë qenë të padekshëm. U tafsiru sure El-Enbiya ajet 7. Pastaj, u kemi realizuar atyre premtimin e i kemi shpëtuar ata pejgamberët dhe ata që kemi dashur ne, ndërsa i kemi shkatëruar ata që kanë bërë kundërvojtje. U tafsiru sure El-Enbiya ajet 7. Na, u kemi shpallur juve librin, i cili është këshill e ladi për ju. Vallë, a nuk po kuptoni ju? Allahu i Madhëruar i drejtohet popullit të fundit, ndër të cilët u dërgua profeti me i zgjedhur, Muhammed ibn Abdillah, dhe u thot, ne shpallëm librin, Kuranin e të cilën gjendet krenaria juaj. Ju kemi zbritur një libër madhështor, të qartë dhe qartësues për gjithçka që keni nevojë. Ky libër ka për të qenë fama juaj, krenaria dhe lavdia juaj, nëse i jepni hakun. Detyra kundrejt tij është të besoni kërfimet që gjenden në tësitë e vërteta të padiskutueshme, të zbatoni udhëresat dhe të largoheni nga ndalesat të shkruara në të dhe të ruani kufijtë e Zotit që ai ka përshkruar. Kështu do të rritet prestigji juaj ndër popull. A nuk e kuptoni? A nuk arrini të dalloni atë që ju vlen dhe ju shpëton nga çdo liksi? Vallë, a nuk doni që ky Kurani të jetë lavdia juaj në këtë botë dhe në ahiret? Nëse do të kishit logjike të kuptonit, do ta ndiqni tullën e duhur. Nëse ende nuk e keni ndjekur, atëherë ju nuk po gjykoni drejt dhe dijeni se kështu i keni hyrë një rrugë që do të jetë poshtërimi, nënçmimi, dëshpërimi juaj i përjetshëm në këtë botë dhe në ahiret. Ky ajet është pasqyruese e asaj që ndodhi në realitet. Besimtarët e këtij profeti që jetuan sipas Kuranit, Allahu i Madhëruar i lartësoi. Sahabët dhe brezat e afërt me ta, Zoti i Madhëruar i lartësoi dhe ata u lëvduan në këtë botë dhe do të kujtohen gjithmonë për madhështinë e tyre mbi të gjithë mbretërit e historisë. Çdo kush i njeh sahabët e profetit dhe nxënësit e tyre të bindur dhe të ditur. Nga ana tjetër, dihet se çfarë ndodhi me ata që nuk jetuan sipas Kuranit dhe nuk përfituan nga udhëzimi i tij. Për të tillët ngeli urrejtja, nënçmimi, haresa dhe dëshpërimi. Atëherë, nuk ka rrugë tjetër për të arritur lumturinë në të dy ajetet, veç asaj të Kuranit. Sa vendbanime i kemi shkatëruar, banorët e të cilëve kanë qenë mohës, e pas tyre kemi krijuar tjetër popull. Duke paralajmëruar ata zullumçar që mohin profetin, Allahu i Madhëruar i njofton ata rreth popullve të shkuar që nuk u besuan profetëve, sa popull që ishin keqbërës, ne i shkatëruam, e në vend të tyre sollën popull të tjerë. Ishin shumë popull që u sharosën me ndëshkime gjithëpërfshirëse.
Pas tyre erdhën shumë popull të tjerë. Kur e shijonin fuqinë dënimin ton, ata iknin nga ato vendbanimet me të shpejt. Ata kur e vinin re fuqinë e dënimit ton, iknin me të shpejt. Kur shihnin shenjat e para të ndeshkimit të Allahut, nuk ishin me kohë që të ndëronin rrugë dhe asnjë mundësi për të kundërshtuar. E vetmja gjë që mund të bënin ishte të vraponin si të çmendur nga tmerri, të penduar për çfarë kishin bërë dhe me shpresë se do të shpëtonin. Këto ishin fjalët poshtruese në çmuese që u thuheshin atyre. Mos ikni. Ktheuni atje, në lukset tuaja dhe në pallatet tuaja, se ju do të piteni. Mos ikni, po ktheuni në pasuri dhe në banesat tuaja, se ndoshta do të mund të merreni vesh. Largimi me vrap nuk ka për t'ju shpëtuar dhe as pendimi nuk ju vlen më. Nëse keni mundësi, kthehuni tani në vendet tuaja, ku do freheshit të shfrenuar me kënaqësitë e kësaj bote, në banesat tuaja luksoze. Kthehuni në botën tuaj, që ju mashtroi e ju bëri të haronit ajeritin. A e shihni me veten si të paprekshëm? Po kënaqësitë, që i shinit si të pashteshme dhe madhështinë që pretendonit se ishte e pacenueshme, a e keni me tani? A mund të ktheheni me në gjendjen tuaj të mëparshme? Tashmë nuk ka mundësi kthimi dhe pendimi. Tashmë ju ka përfshirë ndeshkimi dhe urrejtja e Zotit. Tashmë ju ka lënë krenaria e lavdia e dikushme. Tani jeni nisur drejt ndeshkimit dhe dëshpërimit që nuk do t'ju ndajnë kurrë. Ata do të thonë, kuku për ne, me të vërtetë, kemi qenë zullumçar. Ata thonin, o të mirët ne, që ishim zullumçar. Ata mallkonin veten, të mbushur me keqardhje e dëshpërim, duke i pranuar pa drejtësitë e mohimin e tyre, si dhe duke pranuar faktin se Allahu është i drejtë me dënimin e tij. Kështu luteshin në kohën kur i godiste ndeshkimi, derisa duarkimet e tyre nuk pushuan, derisa ne nuk i bëm ata si drejt i kurrur i shuar. Shkatërimi i tyre vazhdoi derisa i bëm trupa të vërzuar e të ftohur. Pikërisht si ato bimet e korrura e të shkuluara, pa jetë. Askush nuk lëvizte dhe pipetinte. Ruajuni atëherë, ju që e dëgjoni Kur'anin dhe mos vazhdoni të mohoni me të ndëruarin e profetëve, pasi do të ndeshkoheni ashpër, ashtu si popujt e shkatëruar më parë. Na nuk kemi krijuar qiellin dhe tokën, e që gjendet në mes tyre për argëtim ton. Ne nuk e krijuam qiellin, tokën e çdo gjë mes tyre pa një qëllim. Allahu i lartësuar na tregon se ai nuk i krijoi qiell dhe tokën pa ndonjë qëllim adobi. Përkundrazi, ai krijoi ato për një të vërtetë të madhe dhe për të argumentuar se ai është krijuesi i madh, ai që me urtësinë e tij rregullon çështjet e krijesave, i gjithëmshirshëm e mëshirëploti, i cili është absolut në emrat dhe cilësitë e tij. Atij i takojnë të gjitha lavdërimet e mirënjohjet. Ai është ngallënimtari dhe në dorën e tij është e gjithë krenaria. Ai është i vërtetë në fjalët e tij. Qiejt dhe toka dëshmojnë se profetët e tij janë besnik të shpalljes së tij dhe të vërtetë në gjithçka që kanë thënë rreth tij. Kështu, Allahu që është i plotpushteshëm për të krijuar qiejt dhe tokën me madhështinë dhe gjerësinë e tyre, është i gjithfuqishëm që t'i rikthejë krijesat pas vdekjes së tyre, që çdo punë mirë të shpërblihet për mirësinë e tij dhe çdo punë lig të marr atë që meriton prej ndëshkimit të tij. Sikur na të donin ta merrnim atë për argëtim, na do ta merrnim atë prej anës sonë ashtu si për këtë madhërisë sonë, por ne nuk e bëjmë këtë. Po të kishim dashur argëtim, ne do ta bënim se i shkon madhështisë sonë. Pa e ditur ju, por nuk e bëm diçka të tillë. Edhe si kur të supozohej kjo gjë, e cila është e pamundur, ne do ta bënim diçka të tillë shetas në veten tonë, pa ju treguar juve, sepse kjo do të ishte një mangësi e kotësi. Ky do të ishte një shembull i keq që nuk do t'ju shfaqnim juve. Qëllimi i qiejve dhe i tokës, që ju i shihni vazhdimisht, nuk mund të jetë kursesi kotësia dhe loja. Kjo është thjesht një ide që vjen nga mendjet e vogla. Allahu sjell njerëzve çdo lloj argumenti që t'i bindë ata. Sa i dashur, i butë dhe sa i mëshirshëm është Allahu i lartësuar. Sa i urtë është ai që çdo gjë e vendos në vendin që i takon. Por ne, me të vërtetë gjuajmë të keqen, ajo e vërteta e shkatëron atë gënjeshtrën dhe kështu ajo zhduket. Dhe kuku për ju, për atë që i mbishni Perëndis. Ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila triumfon bitë dhe e zhduk fare. Allahu i madhruar na njofton se ka marrë vetë përsipër që ta lartësoj e forcoj të vërtetën dhe ta mposhtë të kotën. Kundër çdo të kote, për të cilën flitet e polemizohet, Allahu vendos dhe sjell argumente, dituri dhe fakte të qarta, për ta shkatëruar dhe mposhtur atë, aq sa çdo kujt i bëhet të qartë se ajo është e kotë. Siç thuhet në Kurani, ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila triumfon mbi të dhe ajo zhduket. Ky parim qëndron për të gjitha çështjet fetare. Sa herë që një i devijuar bën ndonjë shtrëmbërim me fenë e Zotit, qoftë në arsyetimet logjike, qoftë në argumente tradicionale, për të mbrojtur kocinë e tij ose për të hedhur poshtë të vërtetën, do të gjesh patjetër në argumentet e Allahut fakte të prera dhe të padiskutueshme, që do ta shkatërrojnë atë mendim të gabuar, derisa kocia e tij t'i bëhet të qartë çdo kujt. Kjo arrihet po të bësh një lexim të plotë të çështjeve të ndryshme një për një. Mirë ju për ato që trilloni.
Ky ajeti drejtohet të gjithë atyre që shpifin dhe tillojnë për Zotin gënjeshtra, si, për shembull, ata që thonë se ai ka djalë, ose ka grua, ose ka shok e partner të barabartë me të. Për të gjitha këto shpifje ju pret njerimi, dëshpërimi e trishtimi. Gënjeshtrat tuaja nuk kanë për t'ju sjellë ndonjë fitim, ashtu siç shpresoni. Kur nuk do të arrini atje ku synoni, por do të ndodhë pikërisht e kundërta dhe do të dështoni në çdo hap që jeni. Dhe ati për këtë gjithçka gjendet në qiell dhe në tokë, e ata që janë tek ai ngjit nuk kurojnë për të adhuruar atë, duke mos ndjer lodhje. Ati i përket çdo gjë që është në qiell në tokë. Allahu i madhruar na tregon se në dorën e tij është pushteti i qiellve dhe i tokës. Gjithçka është pronë e Allahut dhe e nështruar ndaj tij. Atëherë, si është e mundur që dikush të adhurojë diçka tjetër veç Allahut dhe të pretendojë se ndonjë nga krijesat është biri i Allahut? Piçuditse i pastër nga çdo emet dhe i lartësuar qoftë Allahu, mbreti i madhruar, para të cilit janë nështruar të gjithë dhe para të cilit çdo e vështirë është e thjeshtë. Ata kanë frikë me lekët me të afër dhe të gjithë janë nështruar të adhurojnë të përulur, me përgjërim e pandërprer. Ata që janë pranë tij nuk tregohen kryeneçe duke e lënë adhurimin e tij dhe as nuk lodhen. Melekët që janë pranë Allahut, kur nuk velen dhe as lodhen nga adhurimet që i përkushtojnë atij, sepse ata e duan jashtëzakonisht adhurimin e tij. Ata e duan shumë Allahun dhe trupi i tyre është i fortë në adhurim. E lavdërojnë atë natën dhe ditën, palomërisht. Ata e lartësojnë natë dhe ditat dhe kur nuk pushojnë. Ata janë tërësisht e përqendruar në adhurimin e tyre, në çdo çast. Në kohët e tyre nuk gjen asnjë çast poshtë pa adhurime. Të tillë janë këta adhurues të palodhur, të fuqishëm dhe të shumtë në numër. Të gjitha këto tregojnë se Allahu është i madhruar dhe i lartësuar dhe pushteti i tij është gjithëpërfshirës, po kështu është edhe dituria dhe urtësia e tij. Për këtë arsye, është detyrë që të mos adhurohet askush tjetër veç tij dhe të mos i përkushtohet ndonjë adhurim askujt tjetër veç tij. Vallë, a mos i do që zotërat që i bëjnë ata prej dheut, do të jenë në gjendje të ngjallin të vdekurit. Mos, vallë, i gjejnë në tokë zota që mund të ringjallin. Allahu i madhruar na qartësoi në ajetet me sipër madhështinë e tij dhe të pushtetit e tij gjithëpërfshirës, pasi çdo gjë është nështruar atij. Në vijim, i madhruar i qorton idhujtarët, të cilët kanë marrë si zota idhujnë nga krijesat, që janë tërësisht të pafuqishëm dhe pa asnjë kapacitet. Ata nuk kanë fuqi të ringjallin krijesat dhe t'i tubojnë për të dhënë llogari. Këtë e shpjegon me shumë fjala e Allahut të madhruar, ata idhujtarët, në vend të tij adhurojnë zotat e tjerë, të cilët nuk kanë krijuar asgjë, sepse ata dhe vetë janë të krijuar. Ata nuk kanë mundësi t'i bëjnë vetes as mirë as keq. Ata nuk kanë në dorë as vdekjen, as jetën as ringjallje. Furkan 3. Idhujtari adhuron krijesën, e cila as nuk sjell ndonjë dobi as dëm. Ai nuk është i sinqert në adhurimin e Allahut, të cilit i takon çdo atribut i plot dhe në dorën e të cilit është çdo çështje. Dobia dhe dëmi janë në dorë të Allahut. Sigurisht, kjo tregon se Zoti i urtë dhe i gjithditur nuk i ka bërë mbar idhujtarit që të gjejë udhën e drejtë, sepse ai e lë veten në padituri dhe refuzon diturinë që i ofron Zoti. Ai zhytet në padrejtësi dhe mosbindje ndaj Zotit. Këtë gjë si rregullon vetë se një Zot i vetëm, ashtu sikurse edhe u krijuan nga një Zot i vetëm. Sikur të kishte në to qiell dhe tokë zotëra, përveç Perëndis, do të shkatërroheshin të dyja. Qofti pastër Perëndia, Zoti i Arshit, nga ato që ja përshkruajnë atij. Sikur të kishte në to zotat e tjerë veç Allahut, ato do të shkatërroheshin. Nëse do të ekzistonin në qiell dhe në tokë dy zota, ata dhe çdo krijesë do të ishin shkatëruar. Për ta kuptuar më mirë këtë, le të meditojmë pak në krijimin e qiellve dhe të tokës, në botën qiellore dhe ato toksore, për aq sa mund të shohim dhe dim për to. Çdo gjë është në perfeksion, në rregull dhe funksionon sipas një ligji shumë të saktë e preciz, që nuk ka asnjë temet. Çdo gjë në gjithësi është nështruar tërësisht në ligjit të saktë dhe kur nuk del jashtë tij. Kjo tregon se ai që rregullon dhe administron çështjet e kësaj gjëtësie është një dhe i vetëm. Ashtu siç e pranojmë se krijuesi, rregulluesi dhe ligjvënësi i këtij krijimi është një dhe i vetëm, ashtu duhet të besojmë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe që ti nështrohesh dhe të jetosh sipas ligjit të tij. Nëse do të kishte më shumë se një rregullues, atëherë ai ligji i rregullt do të prishej, sepse ata të dy do të binin në konflikt dhe do të kërkonin secili të ditë mbi tjetrin. Nëse njëri do të dëshironte diçka dhe tjetri jo, atëherë mundësitë janë ose të realizohen të dyja të kundërtat, gjë që është e pamundur, ose të realizohet dëshira e njërit, gjë që tregon se tjetri është i pafuqishëm dhe, si tillë, ai nuk është Zot. Një mundësi e tretë është që ata të bien dakord për çdo çështje, por edhe kjo është e pamundur. Kjo tregon se ka vetëm një mundësi. I plot pushtetshmi është vetëm një i vetëm, që pushtetin dhe vullnetin e tij nuk e ndan me asnjë dhe atë nuk e pengon dot askush. Allahu i madhëruar përmend këtë argument që tregon se nuk mund të pranohen dy zota. Allahu nuk ka zgjedhur për vetë asnjë fëmijë as nga melekët e as nga njerëzit dhe, përveç tij, nuk ka ndonjë të adhuruar tjetër,
përndryshe se cili Zot do të sundonte atë që ka krijuar dhe do të dominonte njëri mbi tjetrin. I lartë dhe i dëlirë është Allahu nga shpifjet e tyre. Ai e di të fshehtën e të dukshmen. Ai është i dëlirë nga ajo që ata i shoqërojnë. I njëjtë me këtë është edhe ajeti tjetër, sipas njërit prej kuptimeve të tij. Thuaj, sikur të kishte zotat të tjerë përveç atij, si kundërthon ata, atëherë ata zotat do të kërkonin rrugë për mbi zotërinë ndaj Zotit të Fronit për t'i marrë pushtetin. I dëlirë dhe i lartësuar qoftë ai nga ato gënjeshtra që thon ata. Larg asaj që i përshkruajnë është Allahu, Zoti i Fronit. I pastër, pa tëmeta dhe i lartësuar është Allahu nga çdo mangësi. Ai është i vetmi dhe absoluti në të gjitha cilësitë dhe emrat e bukur që ka. Allahu është Zoti i Fronit. Froni është mbulesa e të gjitha krijesave dhe krijesa më madhështore e Zotit. Zoti i Fronit është edhe Zoti i të gjitha krijesave poshtë tij. I pastër është Allahu nga shpifjet e trillimet e mohuesve. Ai nuk ka nevojë për bira apo grua, ashtu si nuk ka nevojë për partnerë ndihmës në pushtetin e tij. Nuk do të pyetet ai për atë që punon, e ata do të jenë të pyetur. Ai nuk pyetet për çfarë bën, ndërsa ata do të pyeten. Allahu është ngallëtari i madhruari dhe i plotë në pushtetin e tij. Askush nuk mund ta kundërshtojë dhe ta pengojë atë që të thotë ose të bëjë diçka. Ai është i urtë absolut që i vendos gjërat në vendin e vet duke i përkryer ato. Çdo gjë e ka bërë të bukur dhe atij nuk mund t'i kërkojë llogari askush. Në krijimin e Zotit nuk mund të gjesh asnjë mangësi. Ndërsa krijesat, të gjitha pa përjashtim, do të pyeten për fjalët e thëna dhe për veprat që bëjmë, sepse ata janë të varfër e të pafuqishëm dhe janë të nështruar e pa pushtet. Ata nuk mund të veprojnë dhe kontrollojnë asgjë, as në vetet e tyre e as në të tjerët. Vallë, a marrin ata tjerë zotëra për posti? Thuaj, se një argumentin tuaj. Ky Kurani është një këshill për ata që janë me mua dhe këshill për ata që kanë para meje, por shumica e tyre nuk di të vërtetën dhe shmangen nga ajo. Mos, vallë, kanë gjetur zotat të tjerë veç ti. Këtu kemi përsëri një përshkrim të gjendjes së idhujtarëve që adhurojnë zotat të tjerë. Duke i qortuar e paralajmëruar, Allahu i madhruar thotë, thuaj, si një argumentet tuaja. Thuaj të sjellin argumentet e tyre për saktësinë e besimit që kanë, por ata kur nuk kanë për të gjetur argument. Përkundrazi, argumentet dhe faktet e shumta janë për kocsinë e idhujtarisë dhe për ndeshkueshmërinë e saj. Prandaj tha, ndërsa ky është argument për këta që janë me mua dhe për ata që ishin para meje. Megjithatë, shumica e tyre nuk e dinë të vërtetën, prandaj edhe nuk vështrojnë. Kështu, të gjithë librat dhe shpaljet janë unanim në mesazhin për lartësimin e tauhidit dhe ndalimin e idhujtarisë. Këta janë librat e Zotit, ku është përmendur gjithçka që robërit kanë nevojë, së bashku me argumentet e shumta dhe faktet e pamohshme. Të gjitha shpaljet e Zotit janë kundër idhujtarisë. Duke qenë se para njerëzve ka argumentet e prera dhe të pakundërshtueshme, tashmë ata nuk kanë me asnjë justifikim para Zotit. Gjithashtu, kuptohet se ata nuk kanë argumente për atë që besojnë, sepse argumentet e prera dhe bindës nuk ka asgjë që mund t'i hedhë poshtë. Në të kundërt, ato nuk do të quheshin argumentet e prera, por thjesht supozime, amendësime e dëshime të kota. Të tilla supozime e amendësime nuk sjellin asgjë kundrejt të vërtetës. Vërej me kujdes. Allahu i lartësuar thotë, shumica e tyre nuk e dinë të vërtetën, ndaj edhe nuk vështrojnë. Kjo tregon se ata vazhdojnë të përmbahen kocirave thjesht të shtyr nga pasimi i verbërit të parëve të tyre. Për hir të këtij pasimi të verbër, ata polemizojnë për të kotën, pa pasur udhëzim dhe dritë nga Zoti. Gjithashtu, fakti që ata nuk dinë rreth të vërtetës nuk është për shkak se e vërteta është e paqartë apo është e fshehtë dhe nuk mund të kuptohet. Kjo ndodhi për tjetër shkake, ata i kanë kthyer shpinën së vërtetës. Nëse do ta shihnin dhe mendonin rreth së vërtetës, qoftë edhe me një shikim të shpejtë, do t'u bëjë e qartë e vërteta pa u lënë asnjë dyshim. Në ajetet e mësipërme, Allahu i madhruar na udhëzon që për të tilla çështje të shohim edhe në shpaljet e shkuara. Në vijim, ai bën një qartësim të plotë, duke thënë: Na, nuk kemi dërguar asnjë pejgamber para teje që të mos ja kemi shpallur atij. S'ka zot tjetër përveç meje, andaj adhurojeni mua. Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje të mos i kemi shpallur atij se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Të gjithë profetët para teje dhe librat e tyre, në thellë kishin urdhërim për adhurimin e një Zoti të vetëm dhe të pashoq. Të gjithë ata kishin sqaruar se Allahu është i vetmi i adhuruar me merit dhe se adhurimi i gjithçkaje tjetër është i kotë. Dhe ata thonë, Mëshiruesi ka marrë për vete fëmijë. I pastër është ai, jo, ata engjëjt janë robër të ndeshëm. Ata thonë se i gjithë mëshirshmi ka fëmijë. I lartësuar qoftë ai. Jo, ata janë veç robë adhurues të nderuar. Allahu i madhruar na tregon rreth mendjeletësisë së idhujtarëve, të cilët nuk i besojnë profetët e tij. Allahu i shëmtoft dhe i poshtëroft.
Jo vetëm që mohojnë profetët dhe mesazhin e tyre të përbashkët, por shpifin dhe tregojnë gjëra të paqela për Zotin. Thonë se Zoti ka birë dhe se melekët janë bijat e Zotit. I lartësuar dhe i lavdëruar qoftë Allahu nga trillimet e tyre të ulta. Allahu na tregon melekët se janë robët e shtruar dhe të përulur të tij. Ata nuk kanë asnjë lloj pushteti në dorën e tyre. Ata janë robët e nderuar që Zoti i ka dalluar me bujarinë dhe mëshirën e tij. Ai i ka pastruar dhe ruajtur melekët nga mangësitë. Ata janë në gradë shumë të lartë të edukatës me Allahun dhe në zbatimin e urdhave të tij. Ai thotë, ata nuk flasin pa lejen e tij dhe ata punojnë në urdhrin e tij. Ata kur nuk flasin para se të flas ai. Melekët nuk thonë asnjë fjalë që ka lidhje me administrimin dhe rregullimin e çështjeve të gjithësisë, derisa të jetë vetë Zoti që të flasë, sepse ata janë në gradën më të lartë të edukatës me të. E si ta bëjnë këtë, kur ata e dinë mirë se Allahu është absolut në urtësinë dhe diturinë e tij dhe veprojnë për gjithçka vetëm me urdhrin e tij. Çfarë do detyre që ai u jep, ata i nështrohen dhe nuk e bëjnë dysh fjalën e tij, qoftë edhe një çast sa hapen mbyll syt. Ata nuk bëjnë punë me mendje apo të shtyrë nga dëshira e tyre, por vetëm me urdhër nga Allahu i madhruar. Ai di se ç'kishte para tyre dhe çka do të ketë pas tyre, dhe ata ndërmjetësojnë vetëm për ata që është i kënaqur Perëndia, e ata janë të bengosur nga frika prej tij. Ai Allahu e di çfarë ka para dhe çfarë ka pas tyre dhe ata. Melekët nuk ndërmjetësojnë për askën përveç se për ata me të cilëve është i kënaqur ai. Allahu i lartësuar di gjithçka rreth tyre. Ai e di atë që ka shkuar dhe atë që do të vijë në lidhje me melekët dhe gjithë botën. Asgjë e tyre nuk është jashtë diturisë së tij. Pjesa e edukatës së melekëve është edhe fakti se ata nuk bëjnë ndërmjetësim për asnjë pa dhënë leje Allahu dhe pa qenë ai i kënaqur me parë. Vetëm pasi ai u jep leje dhe është i kënaqur me atë për të cilën ata do të bëjnë ndërmjetësim, vetëm atëherë ata flasin dhe ndërmjetësojnë. Por dihet mirë se Allahu nuk kënaqet me asnjë fjalë dhe vepër, derisa ato të jenë me sinqeritet vetëm për kënaqësinë e tij dhe sipas udhëzimit të profetit të tij. Ky ajet provon vërtetësinë e ndërmjetësimit dhe faktin se melekët janë ndër ata që do të bëjnë ndërmjetësim. Një tjetër cilësi e melekëve është se dhe ata nga frika prej tij janë shumë të kujdesshëm. Melekët qëndrojnë të drejtur dhe kokulur para Zotit, para ngallëmtarit dhe madhështisë së tij të pashëmbullt. Allahu i madhruar na qartëson se melekët nuk kanë ndonjë cilësi hyjnore dhe nuk meritojnë asnjë lloj adhurimi. Në vijim, i madhruari na tregon se edhe nëse do të supozojë që dikush prej tyre të pretendonte dhe të thoshte, unë jam Zot tjetër, veç atij, ai do të meritonte ndëshkimin më të rënd. E kush prej tyre thotë, unë jam Zot, përpos atij, atë na e dënoi me xhenem. Kështu na ndëshkojmë zullumçart. Nëse dikush prej tyre do të thoshte unë jam Zot, e meritoj adhurime veç tij, këtë do ta ndëshkoni me xhenem. Kështu i ndëshkojmë në keqbërësit. Ai do ta ndëshkonte në xhenem. Ky është ndëshkimi i të gjithë të padrejtëve e keqbërësve. Në fakt, nuk ka padrejtësi më të madhe që një krijesë e dobët dhe nevojtare për Zotin në çdo aspekt, të pretendojë se i ngjan Zotit në aspektet e uluhiyes dhe rububie, se se ti. A nuk e di mohuesit se qiejt dhe toka kanë qenë një tërësi, e ne i kemi ndar ato, e nga uji ne kemi krijuar çdo gjë të gjitha gjallësat. Dhe vallë, nuk po besojnë ata. A nuk e din jo besimtarët se qiejt e toka ishin bashkë? Si njëtër, pastaj ne i ndam dhe ujin e bëm bazë të jetës e çdo gjallëse. Allahu i madhruar i fton ata që e mohojnë me forcë, që ti nështrohen për të adhuruar vetëm atë me sinqeritet dhe që të meditojnë mbi faktet e shumta që ai ka vendosur në qiell dhe në tokë. I gjithë ky krijim tregon qartë për ata që kanë sy të shohin se Allahu është Zoti i lavdëruar, i adhuruar i vetëm. Allahu i madhruar u ka mundsuar njerëzve që ta shohin qiellin, i cili është si njëtër e mbyllur, në të cilën nuk ka asnjë re dhe nga i cili nuk duket se do të dalë shi. Edhe tokën e ka përshkruar si ratkan, që do të thotë se ajo është e vdekur, e thatë, e shkret dhe nuk duket se do të dalë bimsi prej saj. Pastaj, thot ai, qiellin mbush me shi, ndërsa tokën e qa me bimsi. A nuk është Allahu ai që nxjerr re në qiell kur ai është i këtjellut e krejt i pastër? A nuk është Zoti ai që lëshon as shumë shi, ku ndoshta pak më parë nuk shihej asgjë në qiell, madje ai duket si diçka e mbyllur e bulosur, nga i cili nuk mund të ditë asgjë. Pikçuditës Allahu e lëshon shiun në një tokë të vdekur e të thatë, anët e së cilës janë plurosur dhe ku uji është zhdukur rrethar me kohë. Kur shiu bie mbi të, toka hapet dhe gjallërohet me bimsi. Ajo mbushet me lloj bimësh në çift. A nuk tregojnë të gjitha këto se Allahu është i vërteti dhe se çdo gjë tjetër që njerëzit adhurojnë është e kotë? A nuk tregon kjo se Allahu i madhruar do t'i ringjallë të vdekurit dhe se ai është i gjithëmshirshëm me mëshirëplot? Prandaj ai fton te besimi i vërtet kur thotë, atëherë nuk do të besojnë. Nuk po kthejnë rrugë dhe të besojnë me një iman të saktë, të sigurt dhe të pastër nga shirku. Dhe ne
Kemi vendosur në për tokë male stabile për të mos u lëkundur ajo bëshka me ta njerës dhe kemi bërë lubina dhe rrugë për të udhëtuar në to. Dhe në tokë ne kemi vend male të paloashme që ajo. Tokat e mos lëkundet. Në to, male kemi bërë lubina e rrugë të gjera për të kaluar në për to që ata të din të orientohen. Ndër argumentet që tregojnë për pushtetin e plot të Allahut dhe për njëshmërinë e mëshirën e tij është edhe fakti që ai ka vendosur në tokë male të larta si shtylla përforcuese për tokën, që ajo të mos lëkundet, por të jetë e qëndrueshme dhe krijesat të mund të jetojnë të qetë në të, duke mbjellë dhe duke ndërtuar mbi të. Nëpërmjet maleve arrihen shumë të mira. Mes maleve, Allahu ka bërë shtigje e lubina që njerëzit të mund të lëvizin e komunikojnë. Nëse malet do të ishin jo të ndara e pa shtigje mes tyre, do të ishte e vështirë ndërlidhja mes vendbanimeve. Përmes këtyre rrugëve të lehta, njerëzit udhtojnë në kërkim të mirësive të shumta. Ndoshta përmes këtyre rrugëve të vendosura aq bukur, njerëzit mund të udhëzohen edhe për të njohur bamirësinë e madhe që Ua mundsoi dhe të shprehë mirënjohjen atij. Dhe ne e kemi bërë qiellin plafon të mbrojtur e ata megjithatë shmangen nga mrekullitë që gjenden në të. Dhe qiellin e kemi bërë si një mbulesë të sigurt. E bëm si mburoj për tokën në të cilën ju jetoni. Qielli është i siguruar dhe nuk bie poshtë, siç thot Zoti, Allahu i mban qiellin dhe tokën që të mos bien, e nëse bien, s'ka kush veç ti që mund t'i mbaj, ai është i dashur dhe falës i madh. Fatir 41. Por qielli është i ruajtur edhe nga shejtanët, që ata të mos depërtojnë të për të dëgjuar lajmet qiellore. Megjithatë, ata u kthejnë shpinën e shenjave që këto objekte tregojnë. Ata janë të pavëmendshëm, madje të shkujdesur dhe në gjumë. Ata janë të painteresuar për të gjitha shenjat madhështore të Zotit në qiell. Dhe ai është i cili krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. Është Allahu ai që krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën. Të gjitha trupat qiellor notojnë, secili në orbitën e tij. Të caktuar, sa i lartë, i gjerë dhe i paon është qielli. Sa madhështor dhe me ngjyrë të bukur duket nga toka. Ai është i përkryer në mënyrë të habitshme. Sa të bukura dhe të rregullta janë pamjet dhe konstelacionet që shfaqen në të. Sa bukur janë vendosur dielli dhe hëna në të. Sa i domosdoshëm është dielli që ndriçon ditën, por edhe hëna që ndriçon gjatë natës. Secili nga këta trupa lëvizin në mënyrë të vazhdueshme në rrugën e tyre. Sa të rregullta janë lëvizjet e yjeve dhe pozicionet e tyre. Njerëzit përfitojnë shumë prej trupave qiellor, si të ngrohtit, të ftohtit, stinët, llogaritjen e kohës për punët dhe për adhurimet e tyre. Gjatë natës, krijesat çudhen dhe qetësohen, ndërsa gjatë ditës shpërndahen për të kërkuar mirësitë e Allahut. Atëherë, çdo i mequr që mendon për këtë dukuri që i sheh çdo ditë natë, do të arrijë në përfundimin e sigurt se kjo botë është krijuar nga Zoti me një afat të caktuar dhe me një qëllim të caktuar. Në këtë botë, Zoti u ka mundsuar njerëzve të arrijnë kënaqësi dhe mirësi të shumta, por në fund ajo do të shkojë drejt shkatërimit dhe zhdukjes. Këtë do ta bëjë Allahu, pra ai që e solli në ekzistencë. Pas kësaj, të gjithë të përgjegjshmit ligjërisht njerëz e gjini do të kalojnë në një tjetër vend, ndryshe nga ky ku jetojnë tani, dhe atje do të marrin atë që meritojnë, shpërblimin ose ndëshkimin për veprat e tyre. Atëherë do ta kuptojnë dhe do të binden se qëllimi i kësaj bote ka qenë mbjellja e asaj që do të korret në ahiret. Kjo botë është vend kalimi e udhëtimi, jo vend qëndrimi e prehjeje. Dhe na, para teje, ask nuk e kemi bërë të pavdekshëm, e nëse ti vdes, a do të mbesin ata gjallë? Ne askujt prej njerëzve para teje nuk i dhamë përjetësinë. O Muhammed, atëherë nëse ti vdes mos vallë, ata do të jetojnë përgjithmonë. Armiqtë e profetit prisnin me padurim vdekjen e profetit asë dhe thoshin, ai është veç një pot, prandaj po presin derisa vdekja ta zhuk. Turtëridete. Dhe Allahu i madhëruar u tregon se kjo është diçka që ka ndodhur edhe më parë. Asnjëri nuk është i padekshëm. Allahu i thot profetit asë, nëse vdes, ta dish se kështu ka ndodhur me profetët para teje dhe me të gjithë të tjerët. Po ata që presin me padurim vdekjen tënde, mos vallu do të jenë të përjetshëm. Çdo person do ta shijojë vdekjen. Na ju vëm në sprovi juve, me të keqe dhe me të mirë dhe të ne do të ktheheni. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen, dhe ne ju sprovojmë. Në këtë botë me të keqen e me të mirën, dhe të gjithë ju të ne do të ktheheni. Çdo gjë mbi tokë do të zhduket në ditë. Çdo krijesë do ta shijojë vdekjen. Kjo thënie i përfshin të gjitha krijesat. Vdekja është një kup që do ta pijë çdo krijesë, sa do jetë të gjatë të bëjë në këtë botë. Për këtë arsye, njeriu duhet ta kuptojë mirë se është Allahu ai që e ka vendosur në këtë botë dhe ka caktuar për të ligje urresa, e sprovon me të mirat dhe me fatkeqësi, me pasuri dhe me varfëri, me krenari dhe poshtërim, me jetë dhe me vdekje. Të gjitha këto Zoti i bëri që të na sprovojë se kush do të bëjë vepra më të mira, kush do të vazhdojë gjatë sprovave dhe kush do të durojë e do të çndë.
Pastaj tek Allahu do të jetë kthimi i të gjithëve që të na shpërblej e ndëshkoj sipas veprave tua. Nëse kemi bërë punë të mira, ai do të na shpërblej e shumëfishoj shpërblimin me mirësinë e bujarinë e tij. E nëse kemi bërë keq, do të marrim atë që meritojmë, sikurse thotë i madhëruari, kush bën mirë për veten e vet, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes së vet. Zoti yt nuk u bën padrejtësi robërve. Fusillet 46. Ky ajet kuranor tregon qartë se është i gabuar mendimi i atyre që thonë se Idri jeton ende në tokë. Ata nuk bazohen në ndonjë fakt për këtë, madje qëndrimi i tyre bie ndesh me këtë ajet dhe me argumentet e tjera të sheriatit. Kur mohuesit e marrin ty vetëm si objekt taljeve dhe thonë, a ky është ai që po i përmend zotrat tuaj? Ata janë mohues në të përmendurit e mëshiruesit të gjithëmbashëm. Kur të shohin ty ata që nuk besojnë, të marrin me talje. Ky është, thonë ata që përgojon zotat tuaj. Kjo tregon mohimin e fortë të tyre. Dhujtarit çdo herë që e shihnin profetin asë, talleshin me të dhe thoshin me nënçmim, ky është ai që përgojon zotat tuaj. Pikë çuditë se ky është ai i shkreti dhe qyqari që tallet me idhuj tuaj. Pikë çuditë se mos pyesni fare për të, por përçmojeni. Mendo për krimin e madh të tyre. Ata talleshin e përçmonin me të mirin e krijesave në të gjitha aspektet e tij. Një nga vlerat më të larta të tij ishte sinqeriteti në adhurimin që i kushtonte Allahut, duke u larguar nga çdo formë dhujtarie. Ai është njeriu më i nderuar dhe më i respektuar. Ndërsa mohuesit kishin të gjitha të keqijat. Ishin ata që e meritonin taljen dhe nënçmimin. Do të mjaftonte si poshtërim për ta fakti që ata mohonin Zotin dhe refuzonin profetin dhe shpaljen që Zoti i dha atij. Kjo i shndroi ata në krijesat me të poshtra, me të pavlera, me të shëmtuara dhe me të urryra. Dhe ata blasfemojnë kur përmendet i gjithëmshirëshmi. Ramani, edhe nëse kujtojnë ndonjëherë Ramanin, e bëjnë këtë duke përzier me idhujtari. Atëherë, ç'mund të mendosh për gjendjet e tjera, ku nuk e kujtojnë as pak Allahun? Pikë çuditë se mendo pak. Në ajet është përdorur emri i gjithëmshirshmi për të theksuar se sa e shëmtuar ishte sjellja e tyre. Pra, sikur thuhet, si është e mundur që ti përgjigjeni me muin dhe idhujtarit të gjithëmshirshmit, i cili është dhuruesi i të gjitha mirësive dhe shpëtimtari nga çdo ligësi e fatkeqësi. Pikë çuditë se nuk ka asnjë mirësi që të mos i ketë dhuruar Rahmani dhe është po ai që ruan nga çdo ligësi. Atëherë, si është e mundur që të mohoni dhe të bini në idhujtari? Pikë çuditë se njeriu është krijuar me cilësinë nxituese është i ngushëm. Unë do t'ju tregoj argumentet e mia, prandaj mos më nxitoni mua në dënime. Njeriu është krijuar si një qenie e ngushme. Njeriu është krijuar i tillë që veç nxitohet dhe e kërkon me ngut përmbushjen e synimeve të tij. Besimtarët kërkojnë që të godasë sa më shpejt ndëshkimi i Zotit mbi mohuesit dhe ndonjëherë u duket se ai po vonohet. Ndërsa mohuesit i ka kthyer shpinën dhe i shpërfillin kërcënimet e Zotit, duke treguar kështu se nuk besojnë se ato do të ndodhin. Ata madje thonë, kur do të realizohet ky premtim, nëse thoni të vërtetën. Yunus 48. Por, le ta dinë të mjerët se Allahu i madhëruar ja fatizon, por kur nuk harron. Allahu i madhëruar është i butë dhe nuk nxitohet që të ndëshkojë, por u jep afat që të pendohen. Ai thot në një ajet tjetër, çdo popull ka fatin e vet. Kur të vijë afati i tyre, ata nuk mund ta shtyjnë asnjë çast e vetëm dhe as ta përshpejtojnë. Yunus 49. Ndërsa këtu thot, unë do t'ju tregoj së shpejti shenjat e mia, prandaj ju nuk do të më kërkoni të vijë më shpejt. Dënimi. Unë do t'ju tregoj shenjat e mia të ndëshkimi i atyre që më mohuan dhe nuk më bindën, prandaj mos u ngutni. Dhe ata thonë, kur do të realizohet ky premtim, nëse flitni të vërtetën. Ata thonë, kur do të jetë ai premtim? Me dënim, nëse thoni të vërtetën. Kështu flasin mohuesit të zhytur në vetë mashtrimin dhe çoroditjen e tyre. Ata i thanë këto fjalë duke treguar mosbesimin e tyre, sepse ende nuk ishte zbritur dënimi i Zotit. Por nuk e dinte mjerët se sa e tmeshme dhe e shëmtuar do të jetë gjendja e tyre, kur ata t'i mbulojnë ndëshkimi i Zotit. Sikur të dini mohuesit kohën se kur nuk do të mund ta evitojnë zjarrin nga fytyrat e tyre dhe as nga shpinët e tyre, as nuk do të ndihmohen prej askujt nuk do të kishin kërkuar nxitimin e dënimit. As sikur ta dinin jo besimtarët. Kohën kur nuk do të mund ta largojnë zjarrin nga fytyrat dhe as nga shpinat e tyre dhe kur asnjë ndihmë nuk do t'u vijë atyre. Shumë e tmeshme dhe e dhimbshme do të jetë gjendja e tyre, kur nuk do të mund të largojnë nga fytyrat dhe shpina e tyre zjarrin e xhenemit. Zjarri do t'i përfshijë nga çdo drejtim dhe do t'i mbulojë tërësisht. Askush nuk do të mund t'i ndihmojë. Ata as veten nuk mund të ndihmojnë e ta shpëtojnë. Ky është një kërcënim i tmeshëm që u jepet këtyre mohuesve. Por atyre do t'u arrijë kiameti pa pritmas e do t'i trullosë ata dhe nuk do të mund ta kthejnë atë, as nuk do t'u jepet afat atyre. Po, kiameti do t'u vijë atyre krejt befas dhe do t'i trondit ata. Asnjë forcë nuk do të kenë ata ta shmangin dhe as nuk do t'u jepet afat.
Ata do t'i përpi zjarrin në mënyrë të befasishme dhe do t'i mbush me tmerr të papërshkueshëm. Nëse do ta dinin se çfarë i pret me siguri, kur nuk do ta kërkonin nguqjen e ndeshkimit, por do të tmerroshin. Duke qenë se i kthejnë shpinën shpalljes së Zotit, ata thonë atë që thonë. Në ajetet më sipër, Allahu përmend daljen e idhujtarëve me profetin dhe thotë: kur të shohin ty, ata që nuk besojnë fillojnë të tallën, ky është ai që përgojon Zotat tuaj. Pi çuditse ndërsa në këtë ajet, Allahu e ngushëllon profetin e tij, duke kujtuar se ky është zakoni i gjithë popujve mohues me profetët e tyre. Në të vërtetë, ata i kanë përqeshur pejgamberët edhe para teje, e që dënimi u ka arritur shpëtitësve për shkak se ata talleshin. Janë përqeshur shumë të dërguar të tjerë para teje, por përqeshjes së ti përfshi vetë ajo që përqeshnin. Kështu, ata i përfshiun dëshkimi i ashpër, që u apreu të gjitha shpresat dhe i bëri të pavlefshme të gjitha masat e tyre mbrojtëse. Pra, le të kenë frikë këta të mirë se do të goditën një lloj, siç u goditën popujt e shkuar. Kush do t'ju ruaj natën dhe ditën nga dënimi i Perëndis me shirues? Jo askush. Megjithatë, ata shmangen nga të përmendurit Zotin e tyre Kur'anin. Allahu i madhruar përmend dobësinë dhe mjerimin e atyre që adhurojnë idhujnë në vend të tij. Ata janë të gjithë lutës dhe idhujt e pafuqishëm, të varfër e nevojtar për Allahun të gjithëmshirshmin, me shira të cilit ka përfshirë gjithçka, të mirin dhe të keqin. Ai kujdeset për të gjithë, natën dhe ditën. Ai thot: thuaj, kush ju mbron ju gjatë natës dhe ditës prej dënimit të gjithëmshirshmit? Kush ju ruan dhe kujdeset për ju gjatë natës, kur jeni në gjumë në shtratin tuaj dhe nuk ndjeni nuk dini asgjë? Po gjatë ditës, kur shpërndaheni për veprat tuaja të zhytur në pakujdesi, a nuk është Rahmani ai që kujdeset për ju dhe ju ruan e mbron në çdo kohë dhe gjendje? A ka ndonjë tjetër që kujdeset për ju? Pikëshuditse jo, nuk ka mbrojtës tjetër veç ti. Megjithatë, ata u kthejnë shpinën këshillave të Zotit të tyre. Prandaj i bëjnë shok atij. Nëse do të përkushtoheshin në adhurimin dhe kujtimin e Zotit të tyre dhe do të dëgjonin këshillat e porositë e tij, do të gjenin rrugën e drejtë dhe do t'u japë sukses për çdo të mirë e mbarsi. Apo ata kanë zotërat e tjerë, të cilët i mbrojnë prej nesh. Ata zotërat e tyre nuk mund t'i ndihmojnë as vetes dhe askush nuk mund t'i marrë mohuesit në mbrojtje nga dënimi ynë. Apo kanë ata zotat e tjerë që mund t'i mbrojnë prej nesh. Piçuditse nëse ne dëshirojmë që t'ju godasim me ndonjë të keqe, a ka ndonjë nga idhujt tuaj që ka pushtet dhe forcë që t'ju mbrojnë nga ajo e keqe? Ata nuk kanë fuqi të ndihmojnë as vetveten dhe as ne nuk do t'i mbrojmë. As veten nuk mund ta ndihmojnë dhe as ne nuk do t'i mbrojmë. Nëse nuk e ndihmë dhe mbrojtje nga Allahu, atëherë vetëm mbrapshti të ndjekin pas, asnjë të mirë nuk arrin dhe nga asnjë e keqe nuk mund të mbrohesh. Shkaku që i bën ata të vazhdojnë në mojë me idhujtari është: jo, ata nuk kanë mbrojtës, por ne u kemi dhënë atyre mohuesve dhe baballarëve të tyre komoditet e jeta e tyre u zgjat. A nuk shohin valla ata që ne i qasemi tokës së mohuesve dhe ja cungojmë skajt të saj? Si mund të jenë ata fitues? Ne u dham atyre dhe parardhësve të tyre jetë të gjatë e mirësi të shumta. Ne u shtuam pasurinë dhe pasardhësit, u dham jetë të gjatë, prandaj ata u përhumbën dhe u haruan me kënaqësitë e kësaj jete. Kjo i shpërqendroi nga qëllimi përse u krijuan dhe kjo u zgjati për shumë kohë. Zemrat i u ngurcuan dhe ata shkuan shumë larg duke shkelur kufijtë e Zotit. Moslësimi ju ashpërsua dhe mosmirënjohja e jurit. Por nëse ata hedhin shikimin në botën vërtet tyre, do të shohin vetë shkatërim e vdekje dhe do të dëgjojnë zërat e përvojtur të atyre që çajin për të vdekurit. Brezat e tërë të humbur njëri pas tjetrit. Vdekja u zuri prit në rrugë për t'u marrë shpirtrat. Prandaj Zoti, duke u vënë duke këtë dukuri, thot: a nuk e vërin ata se ne u paksojmë ca nga ca tokën nga anët e saj? Toka sa vjen e ngushtohet me vdekjen e banorëve të saj dhe zhdukjen e popujve njëri pas tjetrit, derisa Allahu të trashëgojë gjithçka të saj, sepse ai është trashëgimtari më i mirë. Nëse njerëzit do të shihnin çka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë rreth e rrotull tyre, nuk do të vazhdonin të qëndronin në gjendjen e tyre të mosbesimit të padrejtësie. Atëherë, mos valla ata do të dalin të fituar. A kanë mundësi ata të shpëtojnë nga kaderi i Zotit? A kanë mundësi që të shmangen vdekjes apo të ndalojnë atë? Atëherë, përse mashtrohen nga jeta e kësaj bote, sa do e gjatë të jetë ajo? A mund të shmangen të dërguarit tonë me likut e vdekjes, kur të vijë që t'u marrë shpirtin? Ata do të dorëzohen menjëherë, pa pasur forcë të bëjnë as rezistencë me të vogël kundrejt tij. Thuaj, unë vetëm ju paralajmëroj juve me shpallje. Por, të shudhërit nuk dëgjojnë thirrjen ku paralajmërohen. Thuaj, o Muhammed, të gjithë njerëzve, thuaj, unë veç e po ju paralajmëroj me anën e kësaj shpalljeje. Unë jam thjesht një profet dhe nuk them asgjë nga vetja ime. Unë nuk zotëroj dhe po të mirësitë e Allahut dhe as pretendoj se di të fshehtën. Nuk po ju them as se jam melek. Unë paralajmëroj veç se me atë që më shpallen nga Allahu. Nëse i përgjigjeni kësaj ftese, i jeni përgjigjur Allahut, i cili do t'ju shpërblej për këtë. Por nëse i ktheni shpinën e refuzoni, atëherë unë nuk kam në dorë asgjë.
Gjithçka është në dorë të Zotit dhe çdo përcaktim është në dorë të Tij. Por, I Shudhëti nuk do ta dëgjojë thirrjen edhe kur paralajmërohet. I Shudhëti nuk dëgjon asnjë zë, sepse dëgjimi I tij është shkatëruar. Edhe pse zëria ekziston, ai mund të dëgjohet vetëm nëse ka aftësinë për të dëgjuar. Po kështu, shpalja ngjan shpirtin dhe zemrën dhe bën të mundur që njeriu të kuptojë mesazhin e Zotit dhe çfarë ai dëshiron. Megjithatë, nëse zemra nuk është në gjendje dhe nuk e ka aftësinë që të dëgjojë udhëzimin, atëherë ajo është një lloj si shudhëti, prandaj nuk ka për të përfituar as pak nga udhëzimi dhe feja. Idhujtarët janë të shuar ndaj udhëzimit, prandaj mos u çudi që ata nuk e ndjekin dhe nuk I kushtojnë vëmendje atij, sidomos kur janë të zhytur në dëfrime dhe as që e shohin apo ta ndjejnë dënimin. Sikur ti prek një puj prej dënimit të Zotit tënd, ata me siguri të thonin, kuku për ne, na kemi qenë zullumçar. Nëse ata do t'i godiste ndonjë e keqe nga dënimi I Zotit tënd, ata do të thoshin, të mirët ne. Ne I bëm vetes pa drejtësi. Kur I godet një pjesë e vogël e ndeshkimit të Zotit dhe nuk ka dënim nga Zoti që të jetë I vogël, ata do të thoshin, të mirët ne, që I bëm vetes pa drejtësi. Ata do të luteshin për veçkatërim me zhukje. Ata do të shprenin keqardhje e pendim, do të pranonin pa drejtësitë e tyre dhe faktin se meritojnë dëshkimin e Allahut. Dhe ne, në ditën e Kiametit do të vendosim peshoja të sakta, askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi për asgjë edhe nëse është fjala për peshë një kokërehara dalli lloj me mese, na do ta cillim atë për llogari e na jemi të mjaftueshëm për llogaritje. Ditën e gjykimit, ne do të vëmë peshore të sakta, prandaj askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Allahu I madhëruar na tregon për gjykimin e Tij të drejtë në llogarinë e krijesave kur ti tubojë ata ditën e Kiametit. Ai do të vendosë peshore të drejta dhe të sakta, që do të peshojnë edhe veprat me të vogla, qofshin ato sa një thërmi. Kështu do të peshohen të mirat dhe të këqijat. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi, musliman apo mohues qoftë. Askujt nuk do t'i paksohet apo mohet ndonjë e mirë që ka bërë dhe askujt nuk do t'i shtohet ndonjë e keqe që nuk e ka bërë. Edhe sikur të jetë diçka që peshon sa një kokër meli, ne do ta cillim atati. Në peshore, edhe veprat e këtyre për masave kaq të vogla dhe të parëndësishme në dukje do të peshohen e për to do të jepet shpërblimi ose dënimi I merituar. I madhruari thot në një ajet tjetër të Kuranit, atë ditë njerëzit do të tubohen të ndarë në grupe që të duken veprat e tyre. Kush ka bërë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do të shoh. Dhe kush ka bërë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do të shoh. Zezele 15-16. Gjithashtu, kur libri I veprave të tyre tu vihet përpara, do t'i shohësh gjinat qare të friksuar nga shënimet në të, që do të thonë, të mirët ne. Çfarë është ky libër, që nuk ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël, pa e shënuarat? Piçudit se aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk I bën pa drejtësi askujt. Kejf 49. Ndërsa këtu I madhruari thot, mjaftojmë ne si llogaritës të drejtë. Të punëve. Mjafton që Allahu I madhruari di të gjitha. Mjafton që Allahu është ai që I llogarit veprave e njerëzve me saktësi e drejtësi. Mjafton që Allahu regjistron çdo gjë prej punëve të krijesave. Allahu është I gjithditur për ato punë, për vlerën e tyre dhe të shpërblimit ose të ndeshkimit që ato meritojnë. Ai të tua jap të plot shpërblimin ose ndeshkimin atyre që I kanë bërë ato punë. Na, me të vërtetë, ja ke dërguar Musait dhe Harunit librin, I të ndan të vërtetën prej të pavërtetës edhe dritë edhe këshill për ata që besojnë. Ne u patëm dhënë Musait dhe Harunit Furkanin. Teuratin, që ishte dritë e këshill për të devotshmit, Allahu I madhruar I përmend shpesh së bashku këta dy libra madhështor, që ka shpallur. Nuk ka par bota libra më të mirë se këta të dy. Ne ta kishte dhe ka mësime të shumta për njerëzit. Ata ishin dhe janë libra të bekat për robërit. Ata ishin dhe janë udhëzues të qartë për ata që kanë kërkuar e kërkojnë rrugën e drejtë. Këta libra janë Teurati dhe Kurani. Kështu, Allahu I dhuroi Musait, por edhe Harunit, Teuratin, të cilin e quajti dallues Furkan, pra dalluesin e të vërtetë nga e kota, dalluesin e qartë të udhëzimit nga humbja. Ky libër madhështor ishte ndriçues, nëpërmjet të cilit gjenin udhën ata që e kërkonin atë dhe ndriçoheshin udhëtarët drejt kënaqësisë së Allahut. Nëpërmjet tij njihen ligjet e Zotit dhe beheshin të qartë të hallalin nga harami. Ai ishte dritë që largonte errësirën e ignorancës dhe të shpikjeve devijuese në fenë e Zotit. Zoti e përshkruan Teuratin edhe si këshill për të devotshmit përmes leximit të tij. Ata kujtonin se çfarë ishte e mirë për ta dhe nga se duhet e ruheshin. Kështu, ata arrinin të kuptonin të mirën dhe të keqen duke I dalluar qartë nga njëra tjetra. Allahu I madhruar ka veçuar këtu një kategori të caktuar njerëzish, duke thënë se ishin pikërisht ata dhe vetëm ata që përfitonin nga drita e këtij libri, ata ishin të devotshmit. Vetëm ata përfitonin duke marrë dituritë e pastër dhe të sigurt nga një anë dhe, nga ana tjetër, duke adhuruar Zotin ashtu siç kishte porositur dhe udhëruar ai.
Duke përmendur cilësitë e të devotshmeve, i Madhëruari thotë: "Të cilët i duajnë Zotit e tyre, kur nuk i sheh askush, dhe ata brengosën për çastin e ditës së Kiametit. Të cilët i frikësohen Zotit e tyre, edhe pse nuk e shohin, ata i frikësohen Zotit edhe në vetmi, kur nuk shihen nga njerëzit. Sigurisht, edhe në publik janë po ashtu të neshtruar dhe të bindur ndaj Zotit. Frika e tyre shprehet duke ju larguar çdo gjëje që Zoti e ka ndaluar, në shumë kujdes dhe përkushtim, dhe duke vepruar dhe përkryer çdo gjë për të cilën janë urdhëruar. E si mund të mos veprojnë kështu, kur Zoti thotë se janë dhe që i druan vorës? Së gjykimit, ata i frikësohen qëndrimit para Zotit e tyre, të cilën e njohin shumë mirë. Ata ja njohin Zotit pushtetin, emrat e atributet e tij. Ata ja njohin veprat e lavdinë e tij. Kështu, këta fabarë kanë dy cilësi, një Isa, që është grada më e lartë e besimit, pra, ajo që të bën ta adhurosh Zotin sikur ta shijap tazi, dy frikën nga qëndrimi para Zotit, për të dhënë llogari para tij. Me pas, i Madhëruari përshkruan Kur'anin madhështor dhe thotë: "Dhe ky Kur'ani është këshill e urate, të cilën ne Perëndia e kemi shpallur e vallë, si ta mohoni ju atë. Edhe ky Kur'ani që ne e shpallëm, është plot këshilla dhe bekime. Atëherë, si nuk po e pranoni?" I jepen dy cilësi madhështore të Kur'anit. Së pari, ai është ikun, pra, kujtues dhe kumtues, nëpërmjet të cilit arrihet njohuria dhe dituria e plot për të gjitha çështjet më të larta dhe të mëdha. Disa nga njohuritë e shumta që ofron Kur'ani i Madhërueshëm janë: njohja e Allahut me emrat, cilësitë dhe veprat e tij; dituria rreth profetëve dhe të dashurëve të Zotit e ulijave, duke mësuar rreth veprave e gradave të tyre të larta në adhurime dhe në marrëdhëniet me Zotin; ligjet e Zotit, qoftë për ritet dhe adhurimet, qoftë për çështjet e marrëdhënieve ndërnjerëzore; ligjet e shpërblimit dhe ndëshkimit si për këtë jetë, ashtu edhe për jetën tjetër; përshkrimi i xhenetit dhe xhehenemit dhe cilësitë e banorëve të secilit, e shumë tema e çështje mallore, të cilat sillen të mbështetura me shumë argumente logjike fetare. Gjithashtu, mund të themi se Zoti e quajti Kur'anin dhikrën, këshill e kujtim, sepse nëpërmjet tij njeriu sikur rikujton diçka që e ka të mbulitur thellë në shpirt dhe në natyrën e tij të pastër. Një logjik e pastër i beson të vërtetat dhe të mirën e sheh të mirë, madje kjo logjik e nxit njeriu që të punojë sipas të mirës. Por ajo edhe të keqen e sheh të keqe, madje e ndalon njeriu nga ajo. Për njeriu me natyrë të papërlyer, të gjitha mesazhet, por edhe ligjet, urdhëresat e ndalesat që gjenden në Kur'ani, janë thjesht një rikujtim ose rizgjim i natyrës së tij të pastër. Me fjalë të tjera, asnjë mesazh ose ligj i Kur'anit nuk mund të bijë ndesh me logjikën e pastër dhe natyrshmërinë e papërlyer. Cilësia tjetër me të cilën Zoti e përshkruan Kur'anin është Mubarekun, pra, plot begati. Kjo do të thotë se Kur'ani ja shton të mirat dhe begatit njeriut. Nuk ka ndonjë gjë më të mirë dhe më begati sjellës se sa Kur'ani. Për çdo mirësi e begati, për çdo shtim të mirësive fetare, të kësaj bote dhe të ahiretit, Kur'ani është shkaku dhe ato janë pasojat. Të gjitha ato mirësi janë frytet e të jetuarit me Kur'anin. Përfundimisht, ky libër që është dhikrun dhe Mubarekun duhet që të respektohet dhe të pranohet me mirënjohje të thellë dhe përkushtim. Ti duhet të nështrohesh të jetosh sipas tij dhe të shprehësh mirënjohjen dhe udhëhuesit e tij, duke adhuruar atë përmes këtij libri dhe sipas këtij libri. Njeriu duhet të dijë si të përfitojë nga bekimet e Kuranit, duke mësuar leximin e gërmave e fjalëve të tij dhe kuptimin e tyre korrekt, dhe pastaj të përkushtohet në zbatimin dhe përkthimin e tyre në jetën e vet. Nëse vepron të kundërtën, duke i kthyer shpinën, duke e refuzuar dhe lënë e hares, duke mos e besuar dhe mos adhuruar Zotin sipas tij, atëherë kjo tregon se zemrën e tij e ka bllokuar kufri i madh dhe ignoranca e plot. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe, që sytë të humburve nuk mund ta shohin, prandaj i Madhëruari, duke vënë në dukje këtë verbëri të mohuese, u drejton këtë pyetje atyre: atëherë, si nuk po e pranoni? Na ja kemi dhënë Ibrahimit qysh me parë pjekurinë e profetnisë dhe ne kemi ditur se ajo është i denjë për te. Pasi përmendi Muhamedin asë dhe Musajn asë dhe librat që u dha atyre, Allahu i Madhëruar kujton Ibrahimin asë: ne ja dham Ibrahimit udhëzimin e tij më herët dhe dinin gjithçka për të. Ne ja dham Ibrahimit udhëzimin më herët, para dërgimit të Musajt dhe të Muhamedit dhe para shpalljes së librave të tyre. Allahu i Madhëruar i tregoi Ibrahimit mbretëritë e qiejve dhe të tokës dhe i dhuroi një udhëzim të plotë, përmes së cilit ai përsosi veten dhe ftoi të tjerët. Askujt në botë pas Ibrahimit nuk i u dha ky udhëzim i mrekullueshëm dhe kjo ndihmë e madhe, përveç Muhamedit. Vjen re se si Allahu i Madhëruar thotë udhëzimin e tij. Pra, sikur udhëzimi ishte nga Ibrahimi, sepse ai ishte vërtet i drejtë dhe i pastër, i natyrshëm në besimin e pastër monoteist. Gjendja dhe grata e tij e lartë ishte sipas besimit monoteist, me të cilën Zoti e pajisi dhe urdhëroi që të nështrohej dhe të jetonte sipas tij. Në fakt, çdo besimtar është i udhëzuar,
Shkalla e udhëzimit të tij është në varësi të imanit që ka në zemër, për të cilën kujdeset dhe punon për ta forcuar përmes veprave të mira. Pastaj Allahu i Madhruar thotë dhe dinin gjithçka për të. Allahu i dhuroi Ibrahimit udhëzimin, e dalloi me profecinë, me dashurinë të madhe që ai mund t'i falë ndonjë krijese dhe me shumë veçori e shpërblime në të dy ajetet. Zoti e bëri këtë duke e ditur shumë mirë se Ibrahimi ishte i duhuri për të vlerësuar kështu. Ai ishte i pastër, i qitër, i mençur. I Madhruari përmend me pas polemikat e Ibrahimit me popullin e tij, kur i ndalonte nga idhujtaria. Ai u atheu i dhujt dhe i bëri të heshni me argumentin të mençur dhe të urtë. Kur ai tha babës së vet dhe popullit të tij, që jam këta idhuj, që ju po i adhuroni kaq shumë. Kur ai tha babait dhe popullit të vet, që janë këto statuja që adhuroni. Këta janë thjesht disa puta ose statuja që ju i keni klëndur me duart tuaja në formën e disa krijesave dhe në mënyrë të pakuptim t'u dedikoni adhurime. Çfarë vlera apo merite kanë ata që t'u përkushtohesh për ulesh me adhurime e lutje? Ku është logjika juaj? Mos jeni çmendur vallë që u mbisni kohën me adhurime të kota që ua përkushtoni këtyre sendeve pa jetet e padobyshme. I klëni me duart tuaja dhe pastaj u përgjëroheni t'ju ndihmojnë. Piçudice kjo vërtet është e habishme. Adhuroni sende që vetë ndërtoni. Përgjigjja e tyre vjen pas një argumentin dhe arsyetin të logjikshëm, por si përgjigje të mangeti që nuk di çfarë të thotë. Ata thanë, kemi gjetur se baballarët e parë tanë i adhuronin këta. Ata i thanë, kështu pam të parët tanë që i adhuronin ato. Kështu bënin të parët tanë e kështu bëjmë edhe ne. Ne ndjekim rrugën e tyre dhe kryejm ato adhurime që bënin ata. Dihet mirë se veprat e krijesave kur nuk mund të merren si argument mbrojtës përveç veprave të profetëve. Askush nuk mund të arsyetohet duke marrë si shembull të parët e tij, sidomos në themelet e fesë dhe të besimit, siç është edhe çështja më e rëndësishme të ujit i Zotit të botëve. Ajo mbështetet vetëm në shpallje dhe dritë nga vetë Zoti e jo në pasimin e veprave të parëve. Për këtë arsye, Ibrahimi duke u treguar se janë të gjithë në humbje, tha. Ibrahimi tha, me të vërtetë, ju si dhe baballarët tuaj jeni në humbje të qartë. Atëherë, ai u tha, ju dhe të parët tuaj keni qenë të humbur. Humbja ku jeni zhytur është e dukshme dhe fare e kuptueshme. E ku ka humbje më të qartë se sa idhujtaria dhe lënia e të ujit. Kur thoni se ndiqni të parët tuaj, nuk vlen as pak si argument, sepse të gjithë së bashku, ju dhe ata që ju pasoni, jeni në humbje të qartë të sigurt. Kjo është shumë e qartë për cilindot që shikon veprat dhe gjendjen tuaj. Por populli i Ibrahimit duke shprehur çuditje, por edhe revoltimin kundrejt fjalëve të tij fyesën adresë të tyre dhe të parëve të tyre, tha. Ata thanë, a na ke sjellë ti të vërtetën, apo ti je nga ata që tallën? Ata ja kthyen, po flet seriozisht apo po tallesh? Piçudica ato fjalë që the kundër nesh, a i ke seriozisht apo thjesht do të tallesh dhe nuk di çfarë thua? Qëllimi i tyre ishte që ta kthenin situatën në favor të tyre. Ata kështu sikur po tregonin se ishte e qartë për të gjithë se fjalët e Ibrahimit ishin të një mendjeleti i cili nuk mendon se çfarë thot. Por Ibrahimi i u përgjigj qartë, duke nxjerrë në pa mendimasinë dhe mangësinë e logjikës së tyre. Ibrahimi tha, jo, por Zoti juaj është Zoti i qiellve dhe i tokës, që ai krijoi ndërsa unë jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë. Atëherë, ai tha, Zoti juaj është Zoti i qiellve dhe i tokës, është ai që krijoi ato dhe unë dëshmoj për këtë. Kështu, Ibrahimi u solli atyre dy mënyra argumentimi, së pari, solli argumentin logjik për t'i bërë të kuptonin kocina e adhurimit të një sendi që e kishin të endur vetëm me duart e tyre. Së dyti, solli argument testuar nga Zoti, duke thënë, Zoti juaj është Zoti i qiellve dhe i tokës. Është ai që i krijoi ato dhe unë dëshmoj për këtë. Është shumë e thjeshtë të kuptohet nga çdo njeri, madje edhe nga ata me të cilët polemizonte Ibrahimi se Allahu është i veti krijuesi të gjitha krijesave, nga bijtë e Ademit, melekët, gjindet, kafshët, qiejt, tokajt. Ai rregullon të gjitha çështjet e tyre dhe përkujdeset plotësisht për ta. Çdo krijesë është e dobët, e pafuqishme dhe nevojtare për kujdesin e Allahut. Edhe ata idhuj të cilëve u lutën të paditurit janë të dobët e nevojtar për Zotin. Atëherë, a mund të pranohet që ti përkushtosh adhurimin e krijesës të dobët, që është nën kujdesin e Allahut e ka nevojë për të, që vetë nuk mund të bëjë dot asgjë, që nuk jep jetë dhe as nuk mund ta marrë atë, që nuk mund të ringjallë të marrë në llogari. Si mund të bëhet kjo dhe të braktisësh adhurimin e krijuesit, furnizuesit, rregulluesit të çështjeve të gjithësisë? Pikërisht se ky është argumentimi logjik. Ndërsa argumenti tekstual është pikërisht kjo fjalë madhështore e thënë nga një profet i Zotit, i cili kur nuk e njen dhe as ka bë. Ibrahimi ishte profet dhe ai dëshmonte për këtë fjalë të vërtetë, që tha Zoti juaj është Zoti i qiellve dhe i tokës. Është ai që i krijoi ato dhe unë dëshmoj për këtë. Ai dëshmoi se Allahu i Madhruar është i vetmi i adhuruar me merit dhe se çdo adhurim tjetër është i kotë.
e ku ka dëshmimet e madhe se sa dëshmia e të dashurit e Ramanit, Ibrahimit ase. Pasi u sharoj me fjalë se idhujt e tyre nuk mund të bëjnë asgjë, Ibrahimi a ilustroi edhe me vepra pa fuqinë e idhujve, të cilët nuk mund të bëjnë asgjë, madje as të mbrojnë vetveten. Ai bëri diçka që ata të kuptonin se fjalët e tij ishin të vërteta, dhe për Zotin do t'ju bëj një drejt idhujve tuaj, po sa të largoheni ju. Për Allah, sa të largoheni ju, unë kam për t'i dërmuar këto statuja. Kështu vendosi Ibrahimi të vepronte me idhujt, pasi njerëzit të shkonin në një nga festat e tyre. Kur ata u larguan të gjithë, ai shkoi fshetas dhe i shkatërroi të gjithë idhujt e tyre, që i kishin mbledhur të gjitha në një vend, përveç njerit, që ishte më i madhi mes tyre. Atë la për një qëllim, që do ta shpjegonte më pas. Dhe i bëri ata copa për pos idhullit e tyre më të madh. Ndoshta ata do t'i drejtohen atij. Dhe i bëri ato copë qik, përveç idhullit e tyre më të madh, që ata t'i drejtoheshin atij. Vini re se si Allahu tha, përveç idhullit e tyre më të madh. Kjo është një përzgjedhje e kujdesshme fjalësh. Çdo gjë që është urion nga Zoti nuk përshkruhet me fjalë të bukura, prandaj këtu nuk thot përveç idhullit të madh, por përveç idhullit e tyre më të madh. Edhe profeti Asa, kur u drejtoi mbretërve të kohës, thoshte të madhit të persianëve ose të madhit të romakëve. Kjo është një çështje delikate që tregon se duhet të kesh shumë kujdes që të mos madhrosh atë që e ka poshtruar Allahu, por të përzgjedhësh fjalët me kujdes e vëmendje të madhe. Pastaj Allahu i madhruar thotë që ata t'i drejtoheshin atij. Pra, Ibrahimi e la atë idhull që e quanin me të madhin, që ata ta pyesnin e t'i kërkonin ndihmë. Kështu, ata do të fillonin të arsitonin drejt dhe të kuptonin mirë argumentet që Ibrahimi u kishte dhënë. Prandaj, në një moment reflektimi, me pas ata do të thoshin, vërtet, keqpërësit jeni ju vetë. Sidoqoftë, kur ata panë se çfarë u kishte ndodhur idhujve të tyre, thanë. Ata thanë, kush veproi kështu me zotëra tanë? Me të vërtet, ai është zullumçar. Kush e bëri këtë me zotat tanë? Thanë ata, ai që ka kriminal. Edhe pse ata po bënin padrejtësi më të madhe, filluan të akuzonin Ibrahimin si kriminal. Nuk e dinin të mirët se shkatërimi i idhujve ishte nga veprat më të vyra të profetit, që buronte nga drejtësia dhe nga të ujdi i tij. Të padrejt ishin ata që vazhdonin t'i adhuronin statuat, edhe pse e pan vetë se çfarë ndodhi me ato, të cilat ishin të pafuqishme të mbronin edhe veten e vet. Ata thanë e dëgjuan një djalosh se si nxiste ata me fyrje, e ai quhej Ibrahimi. Disa thanë, kemi dëgjuar për një djalë që i përshmonte ato, i cili quhej Ibrahimi. Kemi dëgjuar një djalë që i përshmon idhujtan. Atëherë, kuptohet se ai duhet të ketë qenë autori i këtij krimi. Mbase dikush mund ta kishte dëgjuar Ibrahimin kur tha, për Allah, sa të largoheni ju, unë kam për t'i dërmuar statuat tua. Thanë ata, silleni atë para botës njerëzve që ata të dëshmojnë kundër tij. Atëherë, thanë ata, silleni atë këtu në sytë e njerëzve që ta shohin të gjithë. Pasi u bindën se ishte Ibrahimi ai që e kishte kryer atë vepër, vendosën ta nxjinin Ibrahimin para të gjithë popullit, që ta shihnin se si do të ndeshkojë ai dhe çdo kush që do të guxonte të prodhoste e përçmonte idhujt e tyre. Por, në fakt, pikërisht këtë donte Ibrahimi. Ai donte që të fliste hapur para të gjithë njerëzve, që tua qartësonte të vërtetën dhe ata të mos kishin me asnjë justifikim para Zotit. Kjo ishte një lloj siç veproi Musa kur i tha faraonit në lidhje me magjistarët, koha e caktuar le të jetë dita e festës, kur njerëzit të mblidhen para dite. Taha 59. Kështu, kur u mblodhën të gjithë njerëzit, ata nxorën Ibrahimin përpara dhe thanë: E pyetën ata, a ti veprove kështu me zotërat tanë, o Ibrahimi? Ata e pyetën, ti e bëre këtë me zotat tanë, o Ibrahimi? Kjo ishte një pyetje që i dije përgjigja. Pra, sikur po e gjykonin dhe po i thoshin, si e more guximin ta bësh diçka të tillë. Atëherë, kur të gjithë njerëzit po shihnin dhe dëgjonin me vëmendje, Ibrahimi tha, jo, por këtë ka bërë ky i madhi idhulli i tyre, e pyetni ata, nëse mund të flasin. Ibrahimi u përgjigj, atë ka bërë i madhi i tyre. I theu ky që ju e quani të madh, sepse u zemërua me ta. U zemërua se nuk donte që edhe ata të adhuroheshin si ai. Ai donte që ju të adhuronit vetëm atë, si idhulli më i madh që është, e jo këta të vegjelit. Me këto fjalë, Ibrahimi donte që ta bënte popullin të logjikonte dhe të kuptonte kocina e asaj që bënin, prandaj dhe u tha, pyesni vetë ata, nëse mund të flasin. Pyesni këto puta të thyra, përse i theu puta e tyre madhe? Pastaj pyesni edhe putën tuaj të madhe, përse i theu të voglat. Pyetini ata nëse mund të flasin dhe t'ju sharojnë. Nëse mund të flasin, sigurisht që do t'ju sharojnë. Por si unë, edhe ju e dini mirë se ata nuk mund të flasin, nuk mund të bëjnë mirë dhe as të ruajnë nga keqja, madje ata, as veten e vet nuk mund të ndihmojnë e ta shpëtojnë, nëse dikush i dëmton. U kthyen ata dhe i thanë njëri,
tjetrit, me të vërtetë ju jeni zullumçar. Ata u ndalën pak dhe, pasi u menduan, i tha njëri tjetrit, vërtet, keqbërësit jeni ju vetë. Ata ju kthyen logjikës së pastër dhe e menduan mirë qëshim. Kështu e kuptuan se adhurimi i statuave ishte diçka e kotë. Atëherë e pranuan se kishin rënë idhujtari dhe i than njëri tjetrit, vërtet, keqbërësit jeni ju vetë. Në këtë mënyrë u arrit qëllimi i Ibrahimit që t'i bënte ata ta kuptonin kutësinë e asaj që mbronin dhe sa jo vepër ishte mojmë i Zotit dhe pa drejtësi e madhe. Por ata të mirë nuk vazhduan gjatë në këtë gjendje, sepse ju kthyen papësisë dhe përsëri zgjollën humbjen dhe devijimin. Pastaj u rrotulluan në kokat e tyre e ndruan mendimin dhe i than Ibrahimit, po ti, me të vërtetë, e di që këta nuk flasin. Por pastaj u kthyen sërish mosbesimit dhe i than atij Ibrahimit, po ti e di shumë mirë se këta nuk flasin. Ti e di mirë që këta nuk flasin, atëherë pse ta lësh anën e çmën? Pse na urdhëron që ti pyesim kur ti e di që ata nuk flasin? Atëherë Ibrahimi, duke i qortuar dhe duke zbuluar para të gjithë njerëzve kocine i idhujtarisë së tyre, tha. Ibrahimi tha, mos vallë, ju adhuroni përpos Perëndis atë që nuk mund t'ju sjell kurfar dobëjasdemi. Ai u tha, apo adhuroni në vend të Allahut ata që nuk ju sjellin asnjë dobëjasdëm. Ata as ju ndihmojnë dhe as ju mbrojnë nga e keqja. Mirë ju dhe mirë ata që i adhuroni ju përveç Perëndis. A nuk po mendoni ju? Mirë për ju dhe për ata që ju adhuroni veç Allahut. A nuk e kuptoni? Sa të humbur dhe të dëshpëruar që keni. Sa të poshtruar dhe të pavler jeni ju dhe ajo që ju adhuroni. Nëse vërtet do të logjikonit, do ta kuptonit mirë gjendjen tuaj të mirë. Por duke qenë se nuk keni mend në kokë dhe jeni zhytur në devijim dhe ignorancë me vetëdije, atëherë dijeni se kafshët janë në gjendje më të mirë se ju. Kështu, pasi nuk gjetën asnjë mënyrë për të argumentuar kocsinë e tyre, kthyen te gjuha e forcës dhe vendosën ta dënonin. Mohuesi than, dijeni atë Ibrahimin dhe ndihmoni zotrat tuaj, nëse doni të bëni ndonjë vepër. Atëherë, ata than, digjeni atë dhe ndihmoni zotrat tuaj, nëse doni të bëheni krah. Ekzekutojeni me mënyrën më të tmeshme, me djegjen e zjarr. Këtë do ta bëni në formë hakmarrjeje për idhujt e tyre, por po shohshin dhe u shkatrofshin. Si është e mundur të adhuronin diçka që edhe vetë pranonin që kishte nevojë për ndihmën e tyre? Pi çuditse por Allahu e ndihmoi të dashurin e tij, Ibrahimin, kur ata e hodhën në zjarr. Ne tham, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe bëhu shpëtim për Ibrahimin. Ne u ruam, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe i rehatshëm për Ibrahimin. Dhe zjarri përvelues u bë freski dhe i rehatshëm për Ibrahimin. Ai nuk u dëmtua dhe nuk ndjeu asnjë dhimbje nga ai zjarr. Dhe ata dashën t'i bëjnë një dredhe atij, por ne, për pjekjen e tyre, e bëm krejtësisht të kotë. Ata thurën kurthe kundër tij, por ne i bëm ata të dështonin. Ata donin ta ndëshkonin dhe intriga e tyre ishte e madhe, por Allahu thotë, po ne i bëm ata të dështonin. Ata do të jenë të poshtëruar e të ndëshkuar në këtë botë dhe në ahiret. Ndërsa i dashuri i Allahut, Ibrahimi dhe pasuesit e tij janë të fituarit në të dyja jetë. Dhe e shpëtuam atë dhe lutin në tokën, të cilën e kemi bekuar për njerëzit. Ne e shpëtuam atë së bashku me lutin për t'i vënë atë tokë që e kemi bekuar për njerëzit. Askush nuk e besoi Ibrahimin përveç Lutit, i cili thuhet se ishte djali i të vëllait të Ibrahimit. Allahu i madhruar e shpëtoi dhe e bëri të emigrante në një vend që Zoti i thotë e kemi bekuar për njerëzit, pra në Sham. Luti u largua nga populli i tij, që ishte në Babiloni, për të shkuar në Sham. Prej bekimit dhe mirësisë së Shamit është fakti që shumë profet kanë dalë në atë vend. Allahu i madhruar e zgjodhi Shamin si vendin e pëlqyer për të bërë hijret i dashuri i tij, Ibrahimi as. Në Sham ndodhet edhe njëra nga 3 xhamitë e shenjta, xhamia Beitul Muqaddes. Na, ja kemi dhuruar atij Isakun dhe Jakubin si dhunti, dhe të gjithë i kemi bërë të mirë. Ne i falëm atij Isakun dhe më pas edhe Jakubin si dhuratë. Pasi Ibrahimi u distancua nga populli i tij, Allahu i madhruar i dhuroi si fëmijë Isakun, i cili më vonë u bë babai i profetit Jakub. Këta ja dhuroi pasi Ibrahimi ishte plakur, ndërsa gruaja e tij Sara ishte beronje. Melekët e përvizuan se Zoti do t'i dhuronte Isakun dhe pas Isakut do t'i dhurojë Jakubin djali i Isakut. Jakubi është Israili, nga i cili do të rritë një popull i madh bijtë e Izraelit. Ndërsa nga Ismaili, që ishte djali i madh dhe i pari i Ibrahimit, do të rritë populli i nderuar nga Zoti, populli arab, nga i cili do të ditë zotëria e gjithë bijve të Ademit, Muhamedi asë. Allahu thotë që të gjithë i bëm të mirë. Ibrahimin, Isakun dhe Jakubin i bëm të mirë. Ata i zbatonin me përpikmëri porositë dhe detyrimet ndaj Zotit, por edhe detyrimet ndaj krijesave. Dhe na i kemi bërë ata udhëheqës, të cilët udhëzonin sipas udhërimit tonë dhe u kemi shpallur atyre që të punojnë vepra të mira,
të bëjnë namazin dhe të japin zeqatin, e vetëm neve na kanë adhuruar. Ne i bëm ata shëmbujt e mirë që u zonin sipas urdhrit ton. Ata u bën udhëheqës që, me urdhrin e Zotit, u treguan njerëz rrugën e drejtë. Kjo është mirësia më e madhe që Zoti i jep një njeriu, ta bëjë atë udhëheqës, nëpërmjet të cilit udhëtarët drejt Zotit të gjejnë rrugën e duhur. Allahu i madhruar ua dha këtë mirësi atyre, pasi ata ishin të durueshëm dhe, njëkohësisht, ishin të bindur plotësisht në shpalljen dhe diturinë e madhe që Zoti u dhuroi. Allahu i lartësuar thotë që u zonin sipas urdhrit ton. Pra, ata i udhëzonin njerëzit në fen dhe besimin që Zoti shpalli, jo sipas mendjes së tyre. Ata ftonin veten në fen e Zotit, pa shtruar ose hequr asgjë prej saj. Ata ftonin veten në ato vepra dhe adhurimet që Zoti i pëlqen dhe të cilat i ka shtjelluar në shpalljet e tij. Njeriu kur nuk mund të bëhet udhëheqës i drejtë, derisa të udhëheqet në fenë e Zotit dhe sipas fesë së Zotit. Ne i orientuam në veprat e mira, në faljen e namazit dhe në dhënien e zakatit. Ata ishin adhurues të sinqertë. Ata i përkryen adhurimet dhe veprat e mira që e kënaqin Allahun, madje i ftojnë edhe njerëzit e tjerë për këtë gjë. Këtu përfshihen të gjitha llojet e mirësive, qofshin adhurime që kanë lidhje me të drejtën e Zotit, qoftë bamirësi apo detyrime që kanë lidhje me krijesat. Megjithatë, duke treguar rëndësinë e madhe të disa adhurimeve të caktuara, Allahu i thekson në mënyrë të veçantë ato, duke shtuar në faljen e namazit dhe në dhënien e zakatit. Ai njeri që i përkryen këto dy adhurime ashtu siç është urdhëruar, konsiderohet si një nga ata që përpiqen për lartësimin e fesë. Ndërsa ata që dështojnë në këto dy adhurime, në çështjet e tjera të fesë janë akoma më të humbur. Namazi është adhurimi më i mirë në drejtim të plotësimit të hakut të Zotit, ndërsa zakati është adhurimi më i mirë në drejtim të plotësimit të hakut dhe bamirësisë ndaj krijesave. Pastaj Zoti i lartësuar i përshkruan si adhurues të sinqertë. Ata ishin të sinqertë dhe të pastër, sepse adhuronin vetëm Allahun si një të vetëm. Ata ishin të vazhdueshëm në adhurimet me zemrën, gjuhën dhe trupin e tyre në të shumtën e kohës. Adhurimi i Allahut me tauhid, përhir të së cilit ai krijoi, por edhe i urdhëroi, ishte atributi kryesor i tyre. Dhe lutet i kemi dhënë profetnin dhe dijenin dhe e shpëtuam atë prej banorëve të vendbanimit, të cilët punonin veprat e këqija. Me të vërtetë, ata kanë qenë njerëz të këqinj të mbrapsht. Edhe lutin e bën profet dhe të ditur. Allahu i madhruar e lavdëron profetin e tij, lutin asë, duke e përshkruar si dietar të madh të fesë dhe gjykatës të drejtë për njerëzit. Allahu i adhuroi diturinë dhe gjykueshmërinë e drejtë dhe ai e dërgoi si profet në popullin e tij. Luti e ftoi popullin në adhurimin e Allahut dhe i paralajmëroi për ndëshkimin për shkak të veprave të poshtra që kryeni. Ai i ftoi pa ndërprerje dhe pa u ludhur, por ata vazhduan në perversitetin e tyre. Ne e shpëtuam atë prej atij vendi që bënte vepra të ndyra. Ata nuk i përgjigjen ftesës së tij, prandaj Allahu u ktheu përbys vendbanimet dhe u zbriti një dënim çfarosës që nuk la asnjë të gjallë mbi dhe. Ata ndëshkuan kështu, sepse, siç thotë edhe Allahu, ata ishin një popull i keq që shkelën çdo kufi. Ata ishin një popull i keq dhe i shfrenuar. Ata e refuzuan njeriun që i ftonte në rrugën e Zotit, madje e kërcënuan se do ta dëbonin nga vendi. Por Allahu i madhruar e shpëtoi Lutin dhe familjen e tij, duke u urdhëruar që të iknin herët, pa çelur dita, që të largoheshin sa më shumë nga ai vend, i cili do të goditin nga zemërimi dhe ndëshkimi i Allahut. Kështu, ata u larguan dhe shpëtuan me mirësinë dhe kujdesin e madh të Allahut. Atë kemi shpënë në mëshirën tonë. Me të vërtetë, ai është prej të mirëve. Atë e shpëtuam dhe e përfshim në mëshirën tonë. Çdo kush që hyn në mëshirën e Allahut është i siguruar nga e keqja, frika dhe athi dhe ka për të arritur lumturinë dhe emrin e mirë në botë. Ai ishte vërtet prej më të mirëve. I tillë ishte Luti sepse ai bënte vepra të mira. Nuk ka dyshim se përmes veprave të mira, Allahu ndreqte metat që gjenden te njeriu. Veprat e mira janë shkaqe që të fusin në mëshirën e Allahut, ashtu si kundër gjunat bëhen shkak që të privohesh nga mëshira e Allahut. Njerëzit që bëjnë më tepër vepra të mira janë profetët, prandaj Allahu i madhruar i përshkruan ata si punë. Edhe Sulejmani u lut që të ishte vepër mirë, kur tha: Zoti im, më mundeso që të falenderoj për të mirat e tua, që mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, që ti i pëlqen. Me mëshirën tënde, më fut në mesin e robërve të tu të mirë. Nemi 19. Kujtoje Nuhun kur ai thiri para këtyre që u përmenden, e i xhexhom atij dhe shpëtuam atë dhe familjen e tij nga pikëllimi i madh. Kujto Nuhun kur na pati thirrur dikur ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam atë dhe familjen e tij nga tmerri i madh. Përmbitja: ne e mbrojtëm atë prej popullit që i përgjinështronte argumentet tua. Me të vërtetë ai ishte një popull i dhënë pas së keqes, prandaj ne i përmbytëm që të gjithë. Kujtoni Robin, adhuruesin e sinqertë dhe profetin ton të dashur Noas.
Kujtoj atë duke e lavdëruar dhe treguar cilësitë dhe virtytet e tij të larta. Allahu e dërgoi Nuhun si profet te populli i tij. Ai qëndroi mes tyre 950 vjet, duke i ftuar të adhuronin Allahun e Madhëruar si një të vetëm dhe për t'u larguar nga idhujtaria. Ai këshillonte në çdo gjendje e kohë, natë e dite, aptazi dhe fshetazi. Por kur e pa që tek ata nuk dikonin as pak para lajmërimet, kërcenimet dhe këshillat, Nuhi u lut Zotit e tij, duke thënë: "O Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit e tu dhe prej tyre do të lindin veset e shfrenuar dhe jo besimtar. O Zoti im, me fal mua, fali prinderit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtarët. Ndërsa jo besimtarëve shtoj vetë se dëshpërim." Nuh 26:28. Dhe Allahu ju përgjigj lutjes së tij, duke i përmbytur të gjithë dhe duke mos lënë asnjë prej tyre gjallë. Allahu shpëtoi vetëm Nuhun, familjen e Nuhut dhe pasuesit e tij besimtar, duke i bartur në një anije të mbushur plot. Allahu bëri që vetëm pasardhësit e familjes së tij të mbetur të vazhdonin jetën e të shtoshin. E gjithë bota janë pasardhës të Nuhut. Kështu e ndihmoi Allahu Nuhun kundër popullit që u tan me të, dhe i ndihmuam atij kundër popullit, i cili argumentet tona i konsideron të gënjeshtra. Me të vërtetë, ata kanë qenë popull i keq, andaj i fundosëm të gjithë ata. U tefsiru sure Al-Anbiya, ajet 76. Kujtoi edhe Daudin dhe Sulejmanin kur gjykuan mbi të lashtat, në të cilat kullotën natën bagtia pa bari, e ne kemi qenë dëshmitar të gjykimit të tyre. Kujtoi njerëzve edhe këta dy profetë të nderuar, Daudin dhe Sulejmanin, duke i lavdëruar dhe duke treguar gradën e tyre të lartë. Allahu i Madhëruar u dhuroi atyre diturit të gjerë dhe i bëri udhëheqës të mëdhenj gjykatës të drejtë mes njerëzve. Kujto Daudin e Sulejmanin kur gjykonin për çështjen e tokës së mbjellë në të cilën kishin kullotur natën delet e disa njerëzve. Ne e dëshmon gjykimin e tyre. Historia thot se pronari njare u ankua tek Daudi se disa njerëz kishin kullotur bagetinaren e tij, duke i shkatëruar të mbjella. Daudi atëse gjykoi që bagetit që kishin shkatëruar të mbjella duhej të jepeshin të Zotit të tokës, duke u nisur nga fakti se pronarët e bagetive ishin treguar të pakujdesshëm. Kështu, ky vendin do të ishte një masë ndeshkrimore për ta. Ndërsa Sulejmani gjykoi ndryshe. Ai sugjeroi që të zotët e bagetive t'i alinin bagetit pronarit të tokës, që ai të përfitonte nga çumushti e leshi i tyre, ndërsa ata të punonin në arën e tij, derisa ta kthenin në gjendjen që ishte. Në fund, secili do të merrte pasurinë që kishte patur gjithmonë, ata do të merrnin bagetit mbrapsht dhe ai do të merrte arën në gjendjen që e kishte. Sigurisht që ky ishte një gjykim shumë i drejtë dhe i urtë, që dëshmonte për zgjuarsinë dhe mprejtësinë e Sulejmanit, siç thotë i Madhruari. Na ja mësuam Sulejmanit gjykimin dhe dyve u dha mençuri e dijeni. Na kemi nështruar malet dhe shpendet që bashkë me Daudin ta lavdëroj Perëndin, këtë ne kemi fuqi ta bëjmë. Ne ja mundsuam Sulejmanit të kuptonte përgjigjen e saktë për çështjen. Në këtë çështje, Allahu i mundsoi Sulejmanit të jepte një gjykim më të drejtë. Kjo nuk do të thotë që Allahu nuk i kishte dhënë edhe Daudit urtësi për çështjet e tjera, prandaj duke i lëvduar të dy, atë birë, thotë secili. Prej tyre u patëm dhe në urtësi e dituri. Kjo tregon, gjithashtu, se gjykatësi mund t'i aqëlloj së drejtës në gjykimin e tij, por mund edhe të gaboj. E rëndësishme është që ai të bëjë çdo gjë të mundshme për të vërtetën dhe drejtësinë. Me pas, Allahu i Madhruar tregon edhe veçoritë e secilit prej tyre, ne bëm që malet dhe shpendet të na madhrojnë. Bëjnë të spisë së bashku me Daudin. Ishim ne që i bëm. Të gjitha këto, Daudi ishte ndër me të përkushtuarit në adhurim, sidomos në drejtim të tesbih, lavdërimit dhe madhërimit e Allahut, i cili kishte dhuruar një Zot të mrekullueshëm. Zëri i tij ishte i pashëmbullt, aq sa kur ai bënte tesbih Zotit, së bashku me të bënin tesbih malet e heshtura dhe Zogjin në qiell. Kjo ishte një dhunti e madhe nga Zoti, i cili thotë, ne kemi mundësi dhe e bëm. Pra, ishte Allahu ai që i adhuroi dhe e bërit e ishte i tillë. Dhe na, ja kemi mësuar atij Daudit punimin e këmishave të hekurit për ju, për t'ju mbrojtur juve në luftë me armikun, andaj, a jeni ju mirënjohës. Ne i mësuam atij Daudit punimin e parzmureve, të hekurta për ju që t'ju mbrojnë në rast të lufte. Allahu i Madhëruar i mësoi Daudit asë punimin e parzmureve. Ai ishte i pari që i punoi ato, pastaj të tjerët e morën prej tij. Allahu i Madhëruar i zbuti Daudit hekurin dhe mësoi si ta punonte atë. Dobia e kësaj aftësie është shumë e madhe. Allahu thotë, ne i mësuam atij punimin e parzmureve që t'ju mbrojnë në rast të lufte. Parzmuret t'ju mbrojnë trupin gjatë betejave. Atëhera nuk do të jeni mirënjohës për këtë. Përse nuk i shprehni Allahut mirënjohje për këto bekime? Është Allahu ai që ja mësoi robët e tij,
Daudit këtë aftësi dhe ja mundsoj ta përkryente, siç thot në këtë ajet kuranor, a ju mundsoj të keni veshje që ju mbrojnë prej të nxehtit dhe veshje që ju mbrojnë në luftë. Kështu i plotson Allahu të mirat e tij ndaj jush, në mënyrë që të dorëzoheni. Në Al 81 ka mundësi që Allahu ta ketë mësuar Daudin të bënte mburojat prej hekuri, duke ja zbutur mrekullisht hekurin që ai ta punonte me dorë, si të ishte bardh. Shumë shpjegues të Kuranit thonë se Allahu i Madhruar ja mundsoi Daudit që ta punonte hekurin si të ishte balë argjile, pa qenë e nevojshme që ta shkrinte në zjarr. Ky është një rimendim. Një shpjegim tjetër thotë se Allahu e mësoi Daudin që ta punonte hekurin me mënyrat që njohim sot, duke e shkrirat në fillim. Ky mendim duket më i qartë, sepse Allahu e tregon këtë si mirësitë e tij ndaj njerëzve që duhet ta falenderojnë atë. Nëse kjo aftësi nuk do të ishte e mundur për ta sot, Allahu nuk do ta përmendte si mirësi ndaj tyre. Ajeti nuk synon të përmend vetëm parzmoret që bëri Daudi me duart e tij, por synon parzmoret në përgjithësi si një mirësi që Zoti udhëroi krijesave. Pastaj, mendimi i parë nuk mbështetet në ndonjë argument të veçantë, përveç fjalës së Allahut, ne i mësuam atij punimin e parzmoreve. Por në këtë ajet nuk thuhet se ato bëheshin me mënyra të jashtëzakonshme. Dhe i kemi dhënë Sulejmanit frymë të fortë, që të ecë ajo fryma sipas udhërit të tij, ka toka, të cilën ne e kemi bekuar dhe na i dim të gjitha gjërat. Për Sulejmanin bëm që era e fryrishme të frynte sipas dëshirës së tij duke e shoqëruar atë drejt tokës që ne e kemi bekuar. Allahu e vuri erën në komandën e Sulejmanit. Ai udhëtonte nga lindja në perëndim, duke filluar nga Shami, që ishte adheu i tij. Ai shkonte ku shkonte e kthehej përsëri në Shamin e bekuar. Ne dim gjithçka. Dituria e Allahut ka përfshirë gjithçka. Allahu di për Daudin dhe Sulejmanin dhe për përkushtimin e tyre, prandaj ngriti në grada të larta. Dhe janë shtruam atij disa nga djajt që u zhytin në det për të dhe bënin edhe punë të tjera, dhe na i ruanim ata. Disa nga shejtanët qyteshin për të. Në thellësit e ujërave dhe bënin edhe punë të tjera për të. Edhe kjo ishte një nga veçoritë e Sulejmanit. Allahu i Madhruari i vuri shejtanët dhe gjindet i fritnën kontrollin e Sulejmanit. Ai i kishte detyruar shejtanët dhe gjindet që të bënin për të punë që askush tjetër nuk mund t'i bënte. Disa prej tyre zhyteshin në det për të nxjerrë smeralde, korale, diamante dhe shumë thesore të tjera. Disa të tjerë bënin për Sulejmanin faltore, skulptura, vaska të mëdha si oaze dhe kazan të mëdhenj të palevitshëm. Sebe 13. Një grup prej tyre, Sulejmani e detyroi për të ndërtuar faltoren e Palestinë, pra Xhamin Aksa. Ata ja kishin aq shumë frikën, saqë edhe kur ai vdiq, ata vazhduan të punonin edhe një vit tjetër pas tij, derisa u siguruan se Sulejmani kishte vdekur. Dhe ishin ne që i ruanim ata, të mos shmangeshin. Ata nuk kishin mundësi që të refuzonin e të mos i bindeshin Sulejmanit. Ishte Allahu që i mbante ata të nështruar me forcën, pushtetin dhe sundimin e tij. Dhe kujtoi Ejubin kur i ju lut Zotit e vet, mua, me ka goditur mjerimi, e ti je më i mëshirshëm prije mëshiruese. Kujto edhe Ejubin, kur ju drejtua Zotit e vet me lutje, mua me ka gjetur një e keqe dhe ti je më mëshiruesi ndër mëshiruesit. Tregoju atyre edhe për robin adhurues dhe profetin ton, Ejubin duke nxjerrë në pa virtytet e tij të larta dhe duke e lëvduar e nderuar kujtimin dhe gratat e tij. Allahu e sprovoi atë me një vështirësi shumë të madhe, por ai u tregu adurimtari i pashembull dhe i kënaqur me caktimin e Zotit. Përveç kësaj, edhe shejtani i mallkuar po e mundonte Ejubin në trup, si sprovë nga Allahu. Shejtani i mallkuar i fryu Ejubit në trup dhe atij i hapën plagë të shumta, me të cilat ai lëngoi në shtrat për një kohë shumë të gjatë. Sprova u bë edhe më e dhimbshme me vdekjen e të gjithë familjes dhe me shkatërimin e të gjithë pasurisë së tij. Por ky durimtar i pashembull përsëri lutej Zotit me edukate, duke thënë: "Mua më ka rënë një sprovë e madhe, kurse ti je më mëshiruesi ndër mëshiruesit." Kështu, Ejubi kërkoi afrim në një mënyrë shumë të dashur për Allahun, së pari, duke i treguar dobësinë dhe gjendjen e tij nevojtare, ju ankua Allahut për dhimbjet e tij. Së dyti, duke përmendur një nga emrat dhe cilësitë e Zotit, si më i mëshirshmi të mëshirshmëve, sepse për mëshirë kishte nevojë. Prandaj Allahu i Madhruar ju përgjigj lutjes së tij. Ju gjegjëm në atij dhe ja larguam mjerimin që kishte ai, dhe ja dham atij familjen e tij. Dhe krahas tyre, edhe aq ja dëfishuam familjen nga mëshira jon, që kjo të jetë këshill për ata që na adhurojnë. Ne i ju përgjigjëm atij, ja larguam ato vuajtje dhe ja bëm familjen e tij dyfish nga mëshira jon. Ejubi goditi tokën me këmbë dhe menjëherë prej saj bëroi ujë i ftohtë, nga i cili ai u la dhe piu. Kështu Allahu i Madhruar ja largoi të keqen që e kishte zënë dhe munduar për një kohë të gjatë. Përveç kësaj, Allahu thot: "Ja dëfishuam familjen nga mëshira jon." Zoti i dhuroi familje e pasuri edhe më të madhe nga ajo që e kishte humbur. Ai i dhuroi më shumë pasardhës nga ata që i u larguan nga kjo botë.
E gjitha kjo ishte, sikur se thot Allahu i madhëruar, nga mëshira jon. Kështu e mëshiroi Zoti, sepse ju biberi durim dhe u kënaq me caktimin e tij. Sot i dhani shpërblim të shpejtë që në këtë jetë, para shpërblimit të ahiretit, që sigurisht do të jetë shumë herë më i madh. Ne e bëm atë si kujtim për të gjithë adhuruesit. E devotshëm. Ky është shembulli që duhet të shohin adhuruesit e Allahut. Janë pikërisht adhuruesit që mund të përfitojnë nga mësimet e Allahut. Kur ata shohin se si Allahu e sprovoi Ejubin Asë, dhe pastaj ja largoi të keqen dhe e shpërbleu me bujari, kuptojnë se shkak për këtë fund ishte durimi, ky virtyt kaq i lartë dhe i rëndësishëm për të qenë adhurues e robi Rahmanit. Allahu e lëvdon Ejubin pikërisht për këtë veti, ne e gjetëm atë të durueshëm. Sa rob i mirë ishte ai. Ai ishte i kthyer te Zoti. Sa 44. Të gjithë adhuruesit e sinqertë e kanë Ejubin si shembull për durimin dhe nështrimin e tij plot për vuajtje e përulësi para Allahut, sa herë që sprovohen me hallë e vuajtje. Dhe kujtoi Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin. Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Kujto edhe Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin durimtarë. Ne i përfshim ata në mëshirën tonë, sepse ishin prej të mirëve. Kujto robërit dhe adhuruesit tanë të zgjedhur. Kujto të dërguarit tanë me respekt e nderime. Kujto Ismailin, birin e Ibrahimit, kujto Idrisin dhe Dhulkiflin. Të gjithë këta ishin të dërguar të nderuar të Zotit. Allahu i përshkruan ata si të durueshëm. Durimi është përmbajtja dhe frenimi i vetes nga ato gjërat të ndaluara që ajo i kërkon me natyrën e saj gabimtare. Këtu bëhet fjalë për të tre llojet të durimit. 1. Durimi për të kryer urdhresat në bindje ndaj Allahut. 2. Durim për të u larguar dhe për mbajtur veten ndaj ndalesave e mosbindjes ndaj Zotit. 3. Durimi në caktimin e Zotit, si dhe fatërsitë e dhimbshme. Kështu, nuk e meriton që të quhesh i durueshëm derisa të plotësosh të treja këto lloje të durimit. Kjo tregon se profetët i arritën të gjitha llojet e durimit, sepse Allahu i përshkroi me këtë emër. Zoti i përshkruan ata edhe si të mirë. Ky cilësim është për të gjitha aspektet. Ata ishin të mirë dhe përmirësuan me shumë zemrat e tyre, të dëmbën duke njohur Zotin dhe duke marrë dituri për të, duke e dashurat dhe duke u kthyer drejt tij të nështruar e të pëlluar në çdo kohë. Ata ishin të mirë edhe në fjalët e tyre dhe përmirësuan me tepër gjuhën e tyre, sepse gjuha e tyre gjithmonë kujtonte Zotin dhe e lëvdonte atë. Ata ishin të mirë dhe përmirësues në veprat e trupit. Ata e përdorën trupin e tyre për të bërë punë në bindje ndaj Allahut dhe përmbajtën veten nga gjinohet dhe poshtërsi. Kështu, prej durimit dhe mirësisë së tyre, Allahu i përfshiu në mëshirën e tij dhe i tuboi së bashku me të gjithë vëllezërit e tyre profete për t'i shpërblyer në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Vetëm përmendja që Allahu bën këtyre të zgjedhurve ndër shekujve ndër brezat e popujve, do të mjaftonte si nderi me shpërblim i madh për ta. Dhe na i kemi kaluar ata me mëshirën tonë. Me të vërtet, ata janë njerëz të mirë. U tefsiru sure El, Enbiya, ajet 85. Dhe, kujtoj edhe, nunin Yunusin kur iku i zemëruar nga populli i vet, e mendoi se ne nuk do ta dënojmë, andaj të rritin nga errësira, s'ka zot tjetër përveç teje. Ti je i lavdëruar. Me të vërtet, unë kam gabuar ndaj vetes. Kujtoj edhe nunin. Yunusin. Ky ishte profeti Yunus, djaloshi i Prishkut. Përmende me nderim dhe respekt historinë e tij. Allahu i madhëruar e dërgoi te populli i tij, por ata nuk e besuan, prandaj ai kërcënoi se do t'i godiste dënimin në një kohë të caktuar. Kur dënimi filloi të zbriste dhe ata po e shihnin me sytë e tyre, ata nisën të qanin dhe të shprehnin pendimin tek Zoti i tyre. Allahu dëshiroi që t'u largonte dhe t'i shpëtonte nga dënimi i tij. Ky është i vetmi popull që Allahu u largoi dënimin pasi ai nisi të zbriste. I madhëruari thotë: përse nuk pati ndonjë vend, banorët e të cilit të besonin dhe t'u bënte dobi besimi tyre, përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u larguan dënimin poshtrues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat të caktuar. Yunus 98. Gjithashtu, ne e dërguam atë 100.000 njerëz e më shumë dhe ata i besuan. Ne i lëm të jetojnë deri në kohën e caktuar. Safat 147, 148. Ky popull i madh besoi Zotin pasi ishte ftuar nga Yunusi dhe kjo është një nga mirësitë dhe vlerat më të mëdha të këtij profeti. Tregohet se, për një moment, Yunusi u largua i zemëruar nga populli i tij, që nuk po e besonte. Ai mendoi se Allahu nuk do të caktonte për të ndonjë mas për këtë veprim të nxituar. Kështu, ai hipi në anije së bashku me njerëz të tjerë. Gjatë lëndrimit, njerëzit u detyruan të zvogëlonin peshën e anijes dhe rënë dakord që ta hidhnin në shor dhe, kujt i binte shorti, do të hidhej në det. Shorti i ra Yunusit, prandaj ai u hodh në det, ku e gëltiti një peshk i madh. Peshku me Yunusin në barku zhyt në thellësit e detit. Atëherë, Yunusi filloi t'i lutej Zotit, duke thënë: La ilaha illa, la ente subhaneke inni kuntu minadh zalimin.
Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç teje. Ti je i pastër nga çdo mangësi. Unë vërtet kam qenë i padrejtë. Me këto fjalë, ai dëshmoi njohurinë e Allahut në meritën e adhurimit dhe delersoi nga çdo mangësi e koci. Gjithashtu, Yunusi pranonte që kishte gabuar dhe ishte nxituar. Sikur ai të mos kishte qenë prej atyre që e përmendin shumë Zotin, ai do të mbeti në barkun e tij peshku deri ditën e ringjalljes. Safat 143-144. Ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga dëshpërimi. Allahu e shpëtoi Yunusin nga telashi ku kishte rënë. Pastaj i Madhruari thotë, kështu i shpëtojmë ne besimtarët. Ky është një premtim dhe lajm i mirë për çdo besimtar që ka rënë në ngushtë dëshpërim, se Allahu ka për ta shpëtuar e lehtësuar për shkak të besimit të tij, ashtu siç bëri me Yunusin atë. Na ju gjegjëm atij dhe e shpëtuam nga brengosja. Kështu, ne i shpëtojmë besimtarët. Kujto edhe Zekerian kur i u lut Zotit e vet, o Zoti im, mos më lër të vetëm, pa fëmijë. Kujtoi adhuruesin dhe profetin Zekeria, që të nxjerrësh në pa vlerat e mëdha të tij. Një ndër cilësitë më të spikatuara të tij ishte kujdesi i madh për popullin e tij, që mes tyre të kishte gjithmonë profete paralajmërues. Pikërisht me këtë qëllim, kur ishte në prag vdekjes, Zekeria u lut dhe tha: O Zoti im, vërtet mua më janë dobësuar ështrat e me është zbardhur koka nga thinjat. O Zoti im, unë asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar me lutjet e mia drejtuar ty. Unë kam frikë për popullin tim se do të mbetem pa udhëheqës pas meje dhe gruaja ime është Berol. Me dhurën nga mirësia jote një trashëgimtar të denjit të jetë trashëgimtari im dhe i familjes së Jakubit dhe bëj atë, o Zoti im, të mirë. Merjem 4:6. Nga këtë ajet e kuptojmë qëllimin e lutjes së Zekerias, o Zoti im, mos më lër të vetmuar. Pra, kur pa se po ja afrohej vdekja, u druajt se askush nuk do të vazhdonte të ftonte njerëzit në rrugën e Allahut, që tu mësonte atyre fenë e vërtet dhe rritet e adhurimeve. Ti je trashëgimtari më i mirë. Ti, o Zot, je më i miri dhe më i dashuri që do të kujdeset për popullin tim pasi unë të vdes. Ti je më i mëshirshëm për njerëzit sesa unë, por unë dua të më qetësohet zemra të më rehatohet shpirti. Unë dëshiroj që nëpërmjet këtij fëmije të më shtohet pesha e veprave të mia të mira. Dhe kujtoje Zekerian, kur i u lut Zotit e vet, o Zoti im, mos më le vetëm pa fëmijë, djalë, e ti je trashëgimtari më i mirë. O tefsiru sure El Enbiya, ajet 88. Ne ju gjegjëm atij dhe i adhuruam atij Jahjan, dhe na ja bëm gruan e tij të aftë për lindje. Me të vërtet, ata pejgamberët nditonin në veprat e mira dhe na u luteshin, duke shpresuar mëshirën tonë dhe duke ruajtur nga dënimi ynë dhe ishin të përurur ndaj nesh. Ne ja pranuam lutjen dhe i dhuruam Jahja. Allahu i dhuroi këtë djalë të dashur që do të ishte një profet shumë i nderuar. Askush para Jahjas nuk ishte quajtur ashtu. Ne e shëruam shtërpsinë e bashkëshortes së tij për ta. Gruaja e tij, që më parë ishte beronje dhe nuk bënte fëmijë, u rregullua. Zoti e bëri organizmin e saj të gatshëm për të bërë një fëmijë për profetin e tij të dashur. Kjo është dobia që të vjen nga shoku i mirë. Edhe ty të përfshin mirësia dhe bekimi, ashtu si shoku i mirë. Fryti i lidhjes martësore të Zekerias ishte Jahja, një fëmijë i dashur dhe plot cilësitë e larta. Pasi i përmendi të gjithë këta profet veç e veç, Allahu i Madhruar i lëvdon ata së bashku, duke thënë, ata përpiqeshin për punë të mira, ata garonin për punë të mira adhurime në kohët më të mira. Ata i kryenin adhurimet në formën më të plotë dhe nuk linin asnjë mirësi pa e bërë, me sa mundësi që kishin. Ata i shfrytëzonin gjithashtu mundësitë që u jepeshin. Na luteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar. Ata luteshin për mirësitë e kësaj bote dhe të ahiretit. Ata luteshin gjithashtu për mbrojtjen nga të keqijat në të dy ajetet. Zemrat e tyre ishin të mbushura gjatë gjithë kohës me shpresë dhe me frikë. Ata nuk ishin asnjëherë të pamendshëm, mos përfillëse të përhumbur në kocira e lojra dhe ishin respektues ndaj nesh. Ata na respektonin duke qenë të nështruar, të përulur të përkushtuar në lutje për xherim. Ata ishin të tillë, sepse ditëria e tyre për Zotin ishte e plotë dhe e thellë. E si mund të ishin ndryshe këta njohës të mirë të Zotit të tokës dhe të qiejve? Pe çuditse. Dhe kujtoi atë, e cila ruajti virgjinitetin e saj, e na i dham asaj frymëzim nga shpirti ynë dhe e bëm atë Merjemin dhe djalin e saj, argument për botërat, njerëzit që Perëndia është i përshtatshëm për çdo gjë. Kujtoi edhe atë, Merjemin që e ruajti nderin e saj. Kujtoi në këtë libër Merjemin, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kujtoi vlerat e gradën e saj të lartë duke e lëvduar dhe nderuar kujtimin e saj. Allahu i Madhruar thot për të që ajo e ruajti nderin e saj. Ajo e ruajti nderin dhe delirsinë e saj nga harami. Madje, ajo asu martua, sepse ishte edhën pas adhurimeve të shumta dhe shërbimeve ndaj Zotit të saj. Kur asaj shkoi me leku Xhibril në formën e një burri të kompletuar e të hijshëm, ajo u lut dhe tha, unë i mbështetëm të gjithë mëshirshmit prej teje, nëse i friksohesh atij. Subhanallah.
sa e ndeshme dhe e ruajtër ishte, sa adhuruese e pashëmbull të Zotit të saj. Prandaj Zoti e shpërbleu sipas veprës së saj, duke i dhuruar një djalë, pa qenë nevoja e një babai njerëzor. Ne e frymëuam brenda saj një shpirt, të krijuar nga ne dhe e bëm atë dhe të bie shenjë për të gjithë njerëzit. Xhibilia së fryu në rrobën e saj dhe, me lejen e Zotit, ajo ngeli shaqe me këtë fëmijë mrekulli që do të ishte shenjë për botë. Zoti thot, e bëm atë dhe birin e saj shenjë për njerëzit. Ajo ishte një shenjë e madhe e fuqisë së Zotit. Meriemja lindi një fëmijë, Isai Nasa, pa u prekur nga askush. Me pas, ky fëmijë do të fliste dhe do të dëshmonte që në djep për pastërtinë e nënës së tij nga akuzat që i bën. Ai dëshmoi se do të ishte profet dhe se Zoti do t'i jepte një libër shpaljeje. Me duart e këtij profeti, Zoti do të shfaqte mrekulli dhe shenja të shumta që bota do t'i dëshmonte edhe një herë. Kështu, Meriemja dhe biri i saj do të ishin shenjat e Zotit në këtë botë. Njerëzit do t'i kujtojnë brez pas brezi dhe të urtët do të përfitojnë prej tyre shumë besime e mirësi. Me të vërtetë, ky është besimi juaj, besimi i vetëm, e unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni mua. Pasi përmendi profetet asë, Allahu i madhëruar u drejtohet njerëzve duke u thënë, kjo është feja juaj, e vetmja fe. Të gjithë këta profet që u përmendën jam udhëheqësit tuaj, pas të cilëve ju duhet të ecni dhe të ndriçoheni. Të gjithë ata kishin besim dhe fe të njëjtë. Ata ftuan në të njëjtën rrugë dhe në një Zot e vetëm dhe unë jam Zoti juaj. Allahu është krijuesi ynë dhe ai që kujdeset dhe rregullon çështjet tona të jetës, fesë dhe besimit. Le ta kujtojnë njerëzit këtë fakt. Zoti është një i vetëm dhe rruga ku ftuan profetët është e njëjta, adhurimi një Zotit të vetëm e të pashoq përmes të gjitha llojeve të adhurimeve të sjella përmes shpalljeve e profetëve të tij. Atëherë, kuptojeni, o njerëz, se detyra juaj është që të përkushtoheni në adhurimin e Zotit tuaj. Pra, vetëm mua më adhuroni. Duke qenë se realiteti është siç u përmend më sipër, atëherë për ju është detyra adhurimi i Zotit e nështrimi ndaj tij. Pas kësaj porosje, njerëzit duhet të bashkoheshin rreth këtij urdhri dhe nuk duhet të përçahesin, por armiqësia dhe kalimi i kufive u bën atributet e tyre. Kështu, ata u përçanë e u copëtuan në grupacione e fraksione. Ata në çështjet e besimit u përçanë ndër veti, por të gjithë do të kthehen te ne do t'i gjykojmë. Ata u përçanë në çështjen e fesë. Shumë nga ata që pretendonin se ndiqnin profetët u përçanë nda në grupe dhe gjithë secili pretendonte se vërteta ishte me ta, kurse të tjerët ishin të gjithë në humbje. Për këtë arsye, i madhruari thotë, mos u bëni si idhujtarët, të cilët e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupe, ku secili grup i gëzohet idesë e vet. Rum 31-32. Dihet se rrugët e drejtë është vetëm ai që ndjek fenë e drejtë dhe të vërtetë të gjithë profetëve, Islamin. Rruga e drejtë është dorëzimi i plot vetëm ndaj një Zoti, duke adhuruar vetëm Allahun. Por këtë do ta kuptojnë kur të hiqet pergja dhe çdo e fshet të bëhet e dukshme. Ditën kur Allahu t'i tuboj të gjithë njerëzit për të dhënë gjykimin e drejtë, do të dallohet i vërteti nga gënjeshtari, por tek ne do të kthehen të gjithë. Të gjitha grupacionet që janë në kundërshti ose jo do të dalin para Zotit dhe ai do t'i shpërblejë me atë që meritojnë. Allahu i madhruar sqaron me pas se si do të jepet shpërblimi i tij, që njerëzit ta dëgjojnë dhe kuptojnë mirë. Ai që punon veprat e mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t'i mohet. Dhe këtë përpjekje na ja shënojmë atij. Kush bën një vepër të mirë dhe është besimtar, mundi i tij nuk do të mohet. Është fjala për çdo njeri që bën vepra të mira, domethënë ato vepra që përcaktuan profetët dhe u qartësuan në shpalljet e Zotit, pasi plotësohet fillimisht kushti i domosdoshëm për pranimin e veprave, që është imani i vërtetë. Kështu, këta të zgjedhur fillimisht besojnë në Allahun, profetët dhe çdo gjë që ata urojnë të besohet dhe, së dyti, bëjmë punë të mira sipas udhëzimeve të dhëna dhe me sinqeritetin për të kënaqur Allahun e madhruar. Ai që plotson këto dy kushte ka premtimin e Allahut se mundi i tij nuk do të hidhet poshtë. Përpjekjet e këtij njeriu nuk do të shkojnë kot, madje shpërblimi do të shumëfishohet me bujarinë e Allahut të madhruar. Ne i shënojmë ato. Vepra për të. Allahu i madhruar i ka shkruar të gjitha në Lauhi Mahfudh dhe në librat e veprave të robërve që i mbajnë me lekët e tij. Ai që nuk ka bërë vepra të mira ose që ka bërë shumë të tilla, por nuk është besimtar i rregullt sipas udhëzimeve të Zotit, ai është i dështuar në fen dhe në jetën e tij, duke mbetur i privuar nga shpërblimi dhe mirësitë e Zotit. Dhe e pamundur është që banorët e një vendi të cilët i kemi zhdukur, të mos kthehen te ne në ditën e Kiametit. Është e pamundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi shkatëruar, të kthehen sërish në këtë botë. Popujt që janë shkatëruar dhe zhdukur nga Zoti është e pamundur që të kthehen sërish në këtë botë dhe të mund të ndreqin atë që e kanë prishur. Për këtë arsye, le të friksohen mohuesit e kohës së sotme, të cilëve u drejtohet ky Kurani, se nëse bëjnë të njëjtat vepra si të shkuarit, do të ndeshkohen si ata dhe nuk do të mund ta largojnë atë ndeshkim.
Le të pendohen dhe të kthejnë rrugë tani, sa janë ende në kohë. Dhe, kur të hapët ajo penda, e dalin, Jexhuxhi dhe Mexhuxhi dhe lëshohen prej çdo lartësie duke shpejtuar. Kur të hapët penda e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, ata do të vërshojnë me shpejtësi nga çdo bregore. Ky është një paralajmërim nga Allahu i madhruar drejtuar njerëzve që të mos vazhdojnë në mosbesim dhe poshtërsi ndaj tij, sepse është afruar koha ku në botë do të dalin Jexhuxhët dhe Maxhuxhët, dy fise të mëdhenj nga bijtë e Ademit, të cilët Dhulkarneini i bllokoi me një pende të madhe të hekur. Një popull i ankua Dhulkarneinit se këto dy fise bënin shkatërime, prandaj ai bllokoi pas një pende të madhe dhe të fuqishme. Kur të vijë fundi kësaj bote, ajo pend do të çohet dhe ata do të dalin pikërisht ashtu siç thot Allahu i lartësuar, do të vërshojnë me shpejtësi nga çdo bregore. Nga çdo vend i ngritur do të zbresë me furi. Kjo tregon se ata do të jenë të shumtë në numër dhe do të përhapen në tokë me shpejtësi të madhe. Kjo do të ndodhë ose nga që do të jenë njerëz shumë të shpejtë, ose Zoti do t'u japë mjete shpejtësie. Ata do të nështrojnë botën dhe askush nuk do të mund të luftojë kundër tyre. Dhe të afrohet premtimi i vërtet, në atë çast, shikimet e atyre që nuk kanë besuar, do të zvulullohen e thonë, ku për ne? Na kemi qenë të pakujdesshëm ndaj kësaj. Jo, por ne vetes si kemi bërë zullum. Kur të jetë shumë afër premtimi i vërtet, sytë e jo besimtarëve do të ngrinë, është afruar koha e plotësimit të premtimit për Kiametin. Ky është një premtim i vërtet dhe i pakfyeshëm. Atë ditë, sytë e mohuesve do të zvurdullohen nga tmerri i ngjarjeve që përjetojnë, si dhe nga poshtërsitë që kanë bërë, të cilat do të dalin para Allahut. Ata të mirë do të luten që të shkatërrohen zhduken, duke shfaqur pendimin dhe dëshpërimin e tyre të madh për atë që tashmë nuk kthehet më, të mirë ne. Ne vërtet kemi qenë të shkujdesur për këtë. Ne ishim të painteresuar për këtë ditë të madhe dhe ishim zhytur tërësisht në kënaqësitë e jetës, derisa vdekja na erdhi befas. Kurse tani po vuajmë tmerrin e kësaj dite. Nëse do të diste ndonjë nga dëshpërimi dhe pendimi, do të ishin ata. Madje, është e vërtetë se ne ishim keqbërës të mëdhenj. Ata do të pranojnë se kanë bërë padrejtësi dhe se Allahu është i drejtë me dënimin e tyre. Në atë kohë do të urrohet që ata të flaken në zjarr, së bashku me idhujt e tyre. Allahu i madhruar thotë: Me të vërtetë, ju dhe ata që i adhuroni, përpos Perëndis, jeni lënë djegëse të xhehenemit. Ju do të vini në të. Pa dyshim ju dhe ato që ju i adhuroni veç Allahut, keni për të qenë lënë djegëse xhehenemit. Ju atje, pranë tij do të kaloni. Ju dhe çdo gjë që adhurohet veç Allahut do të jeni lënda djegëse xhehenemit. Ju së bashku me idhujt tuaj do të hyni në zjarr. Në fakt, putat janë sende që nuk kanë asnjë përgjegjësi, por megjithatë, Zoti do t'i fusë së bashku me adhuruesit në xhehenem. Kjo ka urtësi në vetvete. Së pari, ky veprim bëhet për ta kuptuar se adhurimi i tyre ishte një mashtrim i shejtanit. Së dyti, ai shërben si ndeshkim plus për ata që i kanë adhuruar këta idhujt dhe tashmë, kur më shumë se kur kanë nevojë për ndihmën e tyre, ata nuk mund t'i ndihmojnë as pak. I madhruari thotë: Sikur këta të ishin zotra, nuk do të vinin te ajo skëtera, dhe të gjithë edhe adhuruesit edhe të adhuruarit do të mbeten për herë në të. Sikur këta të kishin qenë zota, nuk do të futeshin në ta, në xhehenem. Por ata që të gjithë do të jenë aty përgjithmonë. Ky ngjan me ajetin tjetër, ai do t'i ringjallë ata për t'u bërë të qartë të vërtetën e asaj rreth së cilës kishin kundërshtime dhe për ta ditur mirë jo besimtarët se ishin gënjeshtar. Në Al 39. Kështu, të gjithë bashkë, të adhuruar dhe adhurues, do të jenë të gjithë në xhehenem të përjetshëm. Ata nuk kanë për të dalë kur prej andej dhe nuk do të kenë as letë të dënimi. Ata do të kenë në të zjarr gëram frymënxjerje me zë dhe ata në të zjarr nuk do të dëgjojnë asgjë. Atë ata do të gushojnë. Nga ndëshkimi i rënd, ata do të marrin frymë me vështirësi dhe as nuk do të dëgjojnë. Ata do të jenë të verbër, të shurvër dhe me mec. Ata nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër veç ushqimit së xhehenemit nga që vlen fort dhe plot urrëtie për mohuesit. Duhet kuptuar se idhujt që do të hyjnë në zjarr, së bashku me adhuruesit e tyre nuk janë vetë putat, por edhe ata njerëz ose gjendë që kanë qenë të kënaqur me shirkun dhe adhurimet që këta idhujtarë kanë bërë. Ndërsa Mesiu, Atse, Uzeri ose melekët e Zotit, që kanë qenë robë të mirë të Allahut, edhe pse janë adhuruar nga një pjesë idhujtarësh, do të jenë shumë larg zjarrit dhe të sigurt nga ndëshkimi i tij. Këta i përfshin fjala e Allahut në vijim. Ata, të cilëve u kemi premtuar shpërblimin e bukur qysh më parë, ata do të jenë larg nga ajo skëtera. Ndërsa ata të cilëve u priu e mbara nga ana jon, do të jenë larg tij, xhenemit. Atyre ju prim mbarësia nga Zoti dhe do të jenë të lumtur. Ata kur nuk kanë për të hyrë në zjarr, madje as do t'i afrohen atij. Ata nuk do t'i dëgjojnë as shurmën e xhenemit dhe as do t'i shohin pamjen e tij. Ata nuk do të dëgjojnë fshëllimin e tij zjarrit dhe ata do të qëndrojnë për herë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre. Ata nuk do ta dëgjojnë as gjumën më të vogël të tij
dhe do të jenë të përjetshëm atje ku ua dëshiron shpirti. Ata do të jenë duke shijuar ushqimet, pijet dhe kënaqësitë e trupit dhe të shpirtit. Ata do të shijojnë atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe as mendja nuk e ka vizatuar. Kjo do të jetë e vazhdueshme për ta, ndërsa bukuria e xhenetit do të vijë duke ushtuar gjithmonë më tepër. Ata nuk do t'i brengos tmerri më i madh, por engjëjt do t'i presin ata duke u thënë, kjo është ajo dita juaj e premtuar. Frika e madhe nuk do t'i shqetësojë ata. Kur të gjithë njerëzit e jenë të tmerruar nga ngjarjet e asaj dite, ata nuk do të shqetësohen as pak. Kur zjarri të afrohet dhe të vlojë me urrëtie për qafirët dhe gjynat qarët, këta fatlum do të jenë të qetë, sepse e dinë mirë se çfarë kanë bërë për këtë ditë dhe janë të sigurt se Zoti i ka ruajtur nga çdo gjë e frikshme. Dhe melekët do t'i presin, duke i uruar, kjo është dita juaj që ju që premtuar. Kur të dalin nga varret e tyre, melekët do t'i presin si një delegacion i nderuar, duke u dhënë lajme të bukura. Kjo është dita që ju premtuaj. Kënaquni me mirësitë që Zoti ju premtoi. Kënaqësia juaj ka për të qenë e madhe dhe armja që ju pret tashmë para jush është e pashëmbullur në kënaqësitë dhe lumturinë që do të përjetoni. Gëzoni e lumturoheni tani me sigurinë që Zoti ju fali. Kjo do të ngjajë atë ditë kur do të palojmë qiellin, ashtu si palohet letra e shkrimit. Ashtu siç e kemi filluar krijimin e parë, ashtu do t'i kthejmë ato krijesat. Ky është premtimi ynë. Na, këtë, me të vërtetë, do ta bëjmë. Atë ditë, ne ja palosim qiellin, siç palosën fletët e një libri. Allahu i madhëruar na tregon se, ditën e Kiametit, ai do t'i shpalos qetësi fletët e një libri, edhe pse ata janë aq të mëdhenj dhe të gjerë. Atëherë do të shpërndahen yjet e qiellit, ndërsa dielli e hëna do të mbështillen, do të erësohen dhe do të lëvizin nga vendi i tyre. Ashtu siç e filluam krijimin, ashtu e rikthejmë atë. Rikthimi i krijimit është i njëjtë për ne, ashtu si fillimi i tij. Ne e filluam krijimin e tyre kur ata nuk ishin gjë dhe kështu do t'i rikthejmë ata të gjallë për t'i marrë në llogari. Ky është premtimi ynë dhe ne do ta përmbushim atë. Ne do ta bëjmë atë që premtuam. Allahu është i plotfuqishëm dhe asgjë nuk është e pamundur për të. Na, me të vërtetë, e kemi shënuar në Zebur pas Tevratit që tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Ne e kemi shënuar në Zebur sipas shënimit. Në Leuhi Mahfuz se tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Allahu i madhruar na tregon për atë që ka shkruar në librat që u ka shpallur njerëzve. Ai ka shkruar në ata libra që është shkruar më parë në Leuhi Mahfuz, ku janë shënuar të gjitha përcaktimet dhe ngjarjet që ndodhin në botë. Allahu na tregon se në Leuhi Mahfuz ka shkruar se xhenetin do ta trashëgojnë robërit besimtar, të cilët zbatojnë urrëresat dhe largohen nga ndalesat e tij. Në një ajet tjetër thuhet, ata të xhenetit do të thonë, lavdëruar qoftë Allahu, i cili e përmbushi premtimin e vet dhe na bëri trashërimtar të xhenetit. Ne mund vendosemi ku të duam në të. Sa i mirë është shpërblimi atyre që bëjnë punë të mira. Zumer 74. Megjithatë, ka mundësi që kuptimi i ajetit të jetë se Zoti do t'i bëjë besimtarët që të sundojnë në tokë. Dhe, vërtet, besimtarëve të mirë dhe të devotshëm Zoti u bën vend në tokë dhe i bën sundimtar të saj, siç thuhet në ajetin tjetër, Allahu premton atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira se do t'i bëjë sundues në tokë, ashtu siç bëri sundues edhe ata besimtarë të mirë që ishin para tyre. Ai do ta forcojë fen, të cilën e pëlqeu për ta, dhe në vend të frikës do t'u dhurojë siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë, por kushdo që mohon pas kësaj është nga më të prishurit. Përkryeni namazin, jepni zakatin dhe bindjeni të dërguarit që të mëshiroheni. Nur 55, 56. Me të vërtetë, në këtë Kurani ka këshilla të mjaftueshme për ata që e adhurojnë Perëndin. Allahu i madhruar e lëvdon librin e tij madhështor, duke theksuar se ai është plotësisht i mjaftueshëm për çdo çështje, madje i domosdoshëm. Në këtë Kurani ka mjaft mësime për ata që adhurojnë Zotin. Nëpërmjet Kuranit, ata gjejnë rrugën që i çon drejt Zotit të tyre dhe në vendin e nderit. Kurani u mëson qëllimet më të larta dhe më të mira. Adhuruesit janë krijesat më të nderuara. Për ta nuk ka synim më të madh dhe më të rëndësishëm se sa mësimi i thelluar i Kuranit. Kjo u mundson atyre që ta njohin Zotin e tyre me emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Në këtë libër, ata gjejnë përfimet e vërteta për ndodhitët e së shkuarës dhe të ardhmes. Në Kurani, Zoti fton ata që të njohin imanin e vërtetë dhe të saktë për të cilën ai ka urdhëruar. Kurani është i mbushur me argumente që i sjellin njeriu sigurinë e plotë në besimin e tij dhe në çdo premtim të Zotit. Në Kurani sillen të shtjelluara të gjitha urdhëresat e Zotit dhe të gjitha ndalesat e tij. Ai u tregon njerëzve mangësitë e tyre në sjellje dhe në vepra. Në Kuran janë rrugët e besimit që robi duhet të ndjek, si ato themelorët, ashtu edhe imësit. Në këtë libër, Zoti na paralajmëron që të ruhemi nga rrugët e shejtanit dhe na mëson se si t'i mbyllin të mallkuarit portat nga të cilat na sulmon. Atij njeriu që nuk i ka mjaftuar Kurani, Allahu mos i dhënë të zgjidhje tjetër.
Ai që nuk përfiton nga Kurani, nuk ka për të fituar gjë. Ne vijim, Allahu i madhëruar lëvdon profetin e tij, të cilit i dhuroi Kuranin, duke thënë: "Dhe na te kemi dërguar tyre Muhamedi, vetëm si mëshirë për botërat, njerëzit. Ne të dërguam ty, o Muhamedi, vetëm si mëshirë për të gjitha botët. Muhamedi së është mëshira e Allahut e dhëruar për robërit e tij." Besimtarët e pranuan dhe e respektuan këtë mëshirë, duke shprehur mirënjohjen për të dhe duke i dhënë hakun që i takën. Nga ana tjetër, jo besimtarët e mohuan dhe u treguan mos mirënjohës. Ata e refuzuan mëshirën dhe mirësinë e Allahut. Thuaj, mua më është shpallur vetëm ajo, që Zoti juaj është vetëm një Zot, pra jeni të përulur ju kësaj shpallje. Thuaj, mua më është shpallur se Zoti juaj, që meriton adhurimin është një Zot i vetëm. Thuaj jo atyre, o Muhammed, mua më shpallet se i vetmi i adhuruar me meritë është Allah. Askush përveç ti nuk i meriton adhurimet. Atëherë nuk po i dorëzoheni, apo në shfroheni për të adhuruar Allahun si një të vetëm përmes shpalljes së tij. Nëse pranojnë, atëherë le të falenderojnë Zotin e tyre për këtë mirësi, e cila është më e madhe se çdo mirësi tjetër. Nëse shmangen ata, ti thuaju, ju kam lajmëruar juve, të gjithëve, pa dallim dhe unë nuk di a është afër apo larg ajo, që u është premtuar juve. Por, nëse ata refuzojnë, besimin e vërtet, ti thuaju, unë ju akumtova. Shpalljen e Zotit të gjithëve një lloj, nëse refuzojnë të nështrohen për të adhuruar Zotin e tyre, atëherë paralajmëroj ata për ndëshkime të shumta, që do t'i godasin. Thuaju atyre të mjerëve, unë ju përcolla mesazhin e Zotit. Tashmë edhe ju, edhe unë jemi një lloj, për sa i përket njohjes së kërcënimit të Zotit. Unë po ju paralajmëroj për ndëshkime, që edhe ju, ashtu si unë, të mos keni asnjë dyshim se ky kërcënim është i vërtetë. Atëherë, kur t'ju godas ndëshkimi i Zotit, të mos thoni, neve nuk na erdhi ndonjë lajmës që të na përgëzonte apo të na tërhiqte vërejtjen. Unë ju paralajmërova për fundin e dëmshëm të mohimit të Zotit, pa ju fshehur asgjë që dija. Por unë nuk e di, a është afër apo larg ajo që ju premtohet. Unë nuk e di a është afër apo larg dënimi që ju kërcënohet. Këtë gjë e di veç Zoti. Është ai që e ka në dorë atë, ndërsa unë nuk kam në dorë asgjë. Ai, me të vërtetë, di të fundmen tuaj me zë dhe di atë që fshini ju. Ai Allahu e di atë që e thoni aptazi dhe atë që e mbani të fshetë në zemrat tuaja. Asgjë nuk mund t'i fshihet detyrisë e Allahut, i cili do t'ju shpërblej për gjithçka që keni bërë haptas apo fshetas. Unë nuk di, a mos është ajo shtyrja e dënimit sprovë për ju, apo kënaqësi e përkohshme. Unë nuk e di nëse kjo vonesa e dënimit është sprovë për ju, apo kënaqësi e përkohshme. Vonimi i ndëshkimit që ju e kërkoni t'ju vijë më shpejt, mbase është në të keqen tuaj. Ndoshta kështu Zoti ju le të gjiteni edhe me thellë një gjinohe, duke u kënaqur e duke u harruar me bukuritë e kësaj bote, dhe në fund të merrni një dënim edhe më të dëmshëm. Muhamedi tha, o Zoti im, gjyko ashtu si e ka merituar. Zoti ynë, bamirës i gjithëmbashëm, është ai, nga i cili kërkohet ndihmë kundër atyre që ju i ambishni atij. Ai Muhamedi tha, o Zoti im, gjyko me të vërtetën. Gjyko me të vërtetën dhe drejtësinë tënde mes nesh dhe popullit mohës. Allahu ju përgjigj kësaj lutjeje të profetit dhe gjykoi mes tyre që në jetën e kësaj bote para ahiretit. Ai e zbriti ndëshkimin e tij mbi mohuesit që në betejën e Bedrit, duke vijuar me pas me luftëra të ndëshkime të tjera. Zoti ynë, i gjithëmshirshmi, është ai prej të cilit duhet të kërkohet ndihma kundër asaj që ju trilloni. Ne i lutemi dhe i mbështetemi Zotit tonë të gjithëmshirshëm që të na ruajë nga gjithçka që ju planifikoni kundër nesh. Ju na kërcënoni se do të na shfarosni dhe do të zhdukni fen tonë. Megjithatë, ne nuk kënaqemi me gjendjen tonë dhe nuk mbështetemi në forcat tona as në politje sysh, por i mbështetemi e i kërkojmë mbrojtje vetëm Allahut, që është i gjithëmshirshëm. Ne i lutemi dhe i kërkojmë mbrojtje vetëm Rahmanit, në dorën e të cilit është çdo krijesë. Ne shpresojmë që ai të përgjigjet lutjes sonë me mëshirën e tij. Dhe Zoti e plotsoi vërtet këtë lutje. Vetëm atij i takon lavdia, për lëvdimet dhe mirënjohja e plotë.